Bu CHI Po. Faleminderit që e gjete kohën të jesh në Buçi Podcast bashkë me mua. Faleminderit për ftesën edhe për hapësirën. Mirë se erdhe juve miq dashur që po na shihni po na dëgjoni pas 2 episodeve vetëm me mua dhe me mendimet e mia ndonjëherë të errta, ndonjëherë qesharake. Rikthehemi me një individ, karakter, figur relativisht të re, të paktën për mua, por që mua më është prezantuar nga persona të tretë si një nga ajkat e aktivizmit, si dikush që di për çfarë flet kur flet për diçka. Edhe më e bukur është për dëgjuesi Bledar, para se të mbaroj me komplimentet, është se ne të dy bashkë nuk është se njihemi shumë edhe si çdo të njohun, do të njohin edhe dëgjuesit e shikuesit. Njëherë ç'kemi, si të shkojnë punët. Mirë, intensive, kur ke dy fëmijë të vegjël, edhe punët e diçka si thon paralele. Unë sa po jam kthyer nga Shqipëria dhe kur kthehesh në Shqipëri është një tipici, domethënë një aklimatizimit prapë në Gjermani. Edhe po në përgjithësi mirë, po çaj intensive si ka. Po që besoj do t'i shtilloj edhe më tej në pse është intensive në vetë aktualisht koha dhe situata, po që në përgjithësi mirë. Përderisa ka diell në Gjermani çdo gjë është pozitive, perspektive është pozitive. Ajo është relative, domethënë mbase nga ana jote ka pak më shumë diell, por ne këtej sikur si kemi muhabetet aq mirë me diellin. Ndoshta ka dallim. Unë jam këtu afër perëndimit në Gjermani. Si e punë, e njëjta gjë, pothuajse jo kaq i ngarkuar nga ana e fëmijëve se I kam në plan, por nuk I kam bërë akoma. Por që çdo gjë tjetër domethënë përditshmëri, rutinë, shqyr Zotit punë kemi, Zoti pa halle mos na lënd, kur thon pleks, kështu që tamam. Si po të shkojmë punë? Ku je ti fiks në Gjermani? Superzova nga hyrja që bëre. Unë kodem në Bochum, nga që shumica e njerëzve kur I thënë Bochum nuk orientohen dhe I thënë kështu gjithmonë ai domethënë koordinata është kanë 10 minuta afër Dortmundit. Po, është më e kuptueshme. Po, kjo është zona e Rurit, është po themi ish zona industriale ose ish dema industriale e Gjermanisë. Zonë goxha, unë se kam njohur më para, se për I vërtetës kam jetuar domethënë kohë gjatë edhe për shkak të studimeve në Aachen. Edhe ky qytet I panjohur për pjesën më parë të shqiptarët, domethënë po në goxha në perëndim Gjermanisë. Po një pjesë e mirë e studentëve shqiptarë, të paktën disa që njohun që janë vërtet goxha të mirë ato që bëjnë ka studiuar në Aachen, në fakt. Aachen është një shkollë që ka një famë goxha të mirë. Shkollë goxha domethënë që në 2006 apo 2007 që gëzon atë si thon titullin shkolla ekselence, domethënë ato kopat fut shteti gjerman atë iniciativën e universiteteve ekselence dhe diku 5 universitete, domethënë ndër të tjera dhe Aachen ishte përzgjedhur për shkak se quhet si meka e IT-s dhe inxhinierisë mekanike. Ndërkohë që mund të shkolloj studiosh shkencë politike në atë qytet. Po që si thash, Bochumin nuk e kam njohur më parë, më zhvendos këtu dhe është kështu tipik, po themi qytet industrial që karakterizohet nga betoni, xhami edhe ndërtesat e viteve, domethënë të paktën jo shumë të vjetra, domethënë krahasim me Frankfurtin ose domethënë Osnabrück, qytete që kanë historik apo dhe Aacheni, qytet tipik industrial, domethënë, po që është goxha nga ana kulturore, është goxha I zhvilluar. Po kam një histori në Bochum. Unë kam pasion brezi I fundit, që mbasi vitim nga Shqipëria duhet bënim studien kolega, që ne viti para përgatitor, dhe ka fituar shkollën në Aachen, kur kam bërë atë Aufnahmeprüfung, si bje, provimin e marrjes në universitet. Edhe e dogja se doja Berlinin sepse më mjaftoi një ditë në Bochum, edhe mbase ti nuk e di shumë mirë, po dëgjuesit edhe ndjekësit e Buçi Podcastit dhe mos nëpër platforma sociale I njohin tashmë tej mase shihet e mirë arkitekturore, kështu që Bochumi do ishte një vetvrasje psikologjike për mua. Nga arkitektura e afrohet asaj si don stilit, nuk e di si quhet stilin e ish Jugosllavin apo brutalizmit, nëse shikon atë godinë e vjetër në universitetit, po që thash është tipike domethënë arkitektura industriale, ku zotron betoni, xhami, edhe hekuri.
Unë mendoj që në këto të tilla qytete, domethënë, pa u futur shumë në detaje, mendoj që ka mungesë arkitekture, sepse ajo është thjesht inxhinieri e pastër, është diçka që funksionon, është shtet funksional, e kryen detyrën për çfarë është menduar, por vetëm për arkitekturë nuk mund të flas. E mira e kësaj zone është kjo, domethënë, që në dallim nga Berlini, Berlini është për qendra e Gjermanisë, edhe për dëgjuesit, domethënë, këto i thonë aglomeracionsraum apo hapësirë, domethënë hapësirë urbanistike e gjerë, domethënë kështu që afër Bochumit të Sheseni, Mülheim, Duisburg, Dortmund, domethënë gjithë kjo hapësirë ka diku 5.4 milion banorësh, që është goxha zonë intensive, domethënë, edhe për studime studimore. Po për atë nuk krahasohet, se Berlini mund të jetë Bledar, por Berlini është goxha izoluar vetë, kështu që jam e afërt është 3 orë larg. Kam kalu kohë, domethënë, për shkak se u bëra tash 21 vite në Gjermani. Kam kalu kohë në Berlin, kam bërë një MBA atje, tash në këtu bëra 8 vite apo 9 vite, 1 vit kam jetuar në Wuppertal, 10 vite në Aachen, kam jetuar në Bruxelles, kështu që edhe këtu pas e zonën në këtë landi ku ndodhem e kam bërë edhe për profesional gati në çdo fshat. Fillojmë nga fillimi me që e përmendë vetë. Kur ishte ajo ditë e bardhë apo e zezë, varet nga shihet, që ti u largove nga Shqipëria? Thjesht që shpreha, mbaj mend si sot. Në fakt e mbaj mend shumë mirë datën, 16 janar 2003 kam ardhur në Gjermani. Është interesante se unë kam bërë në Shqipëri gjimnazin gjuhëve të huaja për deri në gjermanisht, edhe mund të kem qenë nga brezi i parë, po themi, ose brezat e hershme, se Gjermania së kohë nuk ishte kështu mainstream ose e modës që të vijë, dhe më thënë pjesa më e madhe e brezit tim vendosen të shkojnë studion në Itali, përfshirë dhe vllajin tim biljak, më thënë, edhe gati që shoqëria ime, ndërkohë që unë dhe një pjesë e madhe, po themi, e ish nxënësve ose gjimnazit, miqve, shokëve, vendosin të studion në Gjermani, po që siç e përmendën ti asaj kohe, do duhet bëjë këtë studion kolegun, edhe provime pranimit e me radhë, dhe mbaj mend që patëm apliku, domethënë asaj kohe nuk ishte as, domethënë ky 3 mujosh, duhet aplikoj për vizë, provimi si asnjë 3 muaj, edhe na vjen diku nga dhjetori ajo ftesa për provimin, ndërkohë që pastaj do të presim ja 3 muaj, që dalin viza, provimi ishte në janar. Edhe kemi qenë, domethënë, kështu dini më radhë, kështu çdo vit ambasada që të na jepin lejnë derisa na priti konsulli atëherë, që se edhe pak kishim avantazhin që vitim nga shkolla e gjuhëve të huaja, domethënë tega gjermanistës, kishin pak më avantazh si dhanë pranë ambasadës, edhe ka qenë aventurë, se na dhanë kështu vizë 1 mujore, që të shkonin të bënin provimin, pastaj do riktheheni dhe të jeni këtu normale në 3 mujorshën. Edhe mbaj mend se kur kam ardhur ka qenë dhe një dimër që unë se mbaj mend 21 vite kur vjen nga Shqipëria, domethënë si e përbashkëm, edhe unë nga Durrësi, domethënë që s'kisha parë një porë si jetën time, edhe ato vit ka bërë një dimër gjatë, domethënë edhe goxha tepër, dhe një verë të gjatë, domethënë pak më shumë i ngjashëm pasi siç e njohim në Shqipëri. Kështu që në 2003 kam marrë për studime, kam bërë si fillim këtë famshëm studion kolegun, pastaj nisa studimin ato që quhet business administration apo administrim biznesi, më pas në economics edhe shkenca politike, pastaj kam bërë një master poshtë në Aachen në studime europiane, më pas ka filluar ato që quhet karriera e punës, dhe më pas në 2016 vendosa të bëj një MBA në public affairs edhe leadership në Berlin. Ka qenë, më thënë, po ke qenë së është MBA, ka qenë diçka, do të thënë që bëj paralel me profesionale, goxha sfiduese. Edhe po atëherë isha edhe beqar, kështu që kur je beqar s'ka Hajde mos e qaj tani. Prioritetet janë kështu gjithmonë, është prioritetet ndryshojnë. Bledar, zgjedhja për të ardhur në Gjermani ishte e kushtëzuar nga shkolla që bëre, apo ishte diçka që e kishte menduar edhe më përpara ose kishte dëshirë? Po, në fakt është interesante, neve që bënim gjuhë e huaja, aso kohë na jepej mundësia në fund të vitit të dytë gjimnazit, po themi merrnin pjesë në një lloj provimi, dhe ata që dilnin më të mirët kishin drejt të bënin një lloj student exchange, që është sot, apo domethënë programet e Erasmusit, edhe ne vinim në Gjermani për pushime 2 javore, edhe një vitin tjetër vinte ai për shkak mikprisi në Gjermani, edhe
Qelloj që aso kohë më ishte takimi i parë, ose kontakti i parë me Gjermaninë në korrik gushtu vitit 2000, dhe aso kohë pastaj vendosa, thash, ok, unë do i ndjek studimet në Gjermani dhe aso kohë, më thënë, pak a shumë ishte vendim ndoshta instinktivisht, po edhe pak nga fakti që më thënë pjesa më e madhe shkonin në Itali, gjermanishtja ishte diçka, më thënë, e huaj, diçka jo, po themi mainstream, dhe gjua patjetër që të jepte avantazhi. Kështu që nuk më është dashur të bëj kurs gjuhë këtu, domethënë në fund të gjimnazit, pastaj ne kishim drejt bënin, nuk ekziston më si diplomë, tash është ky sistemi C1, C2 aso kohë ishte grosse shprach diplomë, domethënë diploma e lartë ose e madhe e gjuhës gjermane. Dhe nëse atë e bëje, po themi, ose zotroje, nuk ishte nevojë as tipje kursin e gjuhës, po themi, ose ndiqje gjuhën pra shtudim kolegun. Kështu në kolegë ka qenë për mua kështu praktikisht në gjimnaz fundi kohë, thjesht më shumë detyrimi që po themi diploma e maturës të njihej, edhe kjo ka qenë pak a shumë e nisma. Pastaj normalisht këtu kam, domethënë mbaj mend ne kemi qenë në një avion 19 veta nga klasa ime e gjimnazit, që jemi shpërndar 3 në Ahej, 1 në Bond apo 2 në Bond. Disa në Münster kanë qenë ato 5 studin kolegjet me enervit, domethënë do shpërndam, edhe një pjesë e madhe janë sot e kësaj dite edhe këtu, domethënë në familjet, një pjesë janë kthyer në Shqipëri apo janë edhe zhvendosur në vende të tjera të botës, kështu që ka qenë goxha interesante. Dhe mbaj mend se ne patëm nisë universitetin për 2-3 muaj, edhe një nga ato docentët më pas erdhi edhe ai në Aachen bëri masterin. Edhe them pasi ikë ty zbras klasë, 50 veta në klasë, 50 veta ikë 19 veta, domethënë zbras klasa e gjermanistikës si quhet aso kohë. Edhe po goxha interesante. Dhe besoj normalisht se ti pyetje ka qenë ditë e zezë, ditë e bardhë. Në retrospektiv, goxha besoj që qëndrimi këtu ka qenë shkollë jetën vetvete. Besoj që sfidat sot janë më të ndryshme, si më thënë, po të krahasosh dikur ka pas shumë sfida, qoftë sfida nga ana administrative, të vendosur këtu nuk ka pas organizata shqiptare, studentore, të cilat janë krijuar më parë, apo kontakte. Unë kam pas vetëm 2 shoqe të mia që kanë qenë, domethënë, 6 muaj para meje, domethënë ato ishin nga dega anglishtës, po kishin vendosur vinin në Gjermani, për ndryshe nuk njihja fare shqiptar. Ne ishim kështu si alien tek të huaj. Ledar, ti the nisi në fillim që ke studiuar fakultetin e gjuhëve të huaja në fillim, pastaj vendose të marrësh një drejtim, le të themi, relativisht ndryshe. Pavarësisht se janë të gjitha të shkenca sociale, pavarësisht se nuk janë shkenca, nuk do i hym atij muhabeti. Dua të ndalem te kjo pjesa, domethënë se si ti e ke bërë zgjedhjen për të vetmi fakt sepse një pjesë e mirë e gjuhësve që janë akoma në shkollë, për shembull, që nuk janë pak, janë pothuajse 20% gjithmonë dërgojnë një DM, kështu që e di çfarë të bëj, domethënë edhe kanë akoma atë shablloni që jepet, po je i mirë në vizatim do bëhesh inxhinier, po je ose arkitekt, e kupton, po je i mirë në matematik do bëhesh kështu, po je i mirë në biologji do bëhesh mjek etj. Ti nga ajo që kishe nisur si arritë domethënë që të gjesh diçka tjetër që të përshtatej me ty, apo ishte thjesht diçka kështu që ndodhi? Jo, as pak, domethënë ka qenë hapi menduar. Unë gjithmonë kam pas qef lëndët sociale në përgjithësi, që në gjimnaz, po themi filozofinë, madje mbaj mend që në gjuhët e huaja për shembull degët sociale kanë qenë, ose letërsia, domethënë kanë qenë më të zgjatra nga vetë në krahasim me gjimnazin normal, nëse lëndët për shumë eksakte në gjimnazi gjuhëve të huaja, kimia, matematika, fizika ishin vetëm 2 vite, vitin e parë, vitin e dytë, letërsia, gjuha shqipe ishin nga viti i parë deri në vitin e katërt, ndërkohë që në disa gjimnaze për shembull nuk ekzistonte fare lënda e gjuhës shqipe. Kështu që i kam kushtuar goxha rëndësi lëndëve sociale, dhe më pas patjetër edhe kam qenë gjithmonë ndjekës, po themi, filozofisë, edhe filozofisë politike, po nga ana tjetër dhe ish lidhur politike që në moshë të re, edhe kjo ka nxit atë interesin që ta vazhdoj më tej. Normalisht që si thon në fillim nuk është se
si thënë, gjermanishtja është edhe pak gjuhë e vështirë, pavarësisht se unë zotëroja gjermanishtën, kishte një lloj pasigurie ta vazhdoj apo jo, si thënë, degën e shkenca politike, kështu që në fillim edhe i rritur një biznes familjar, më thënë vendosa të ndjek këtë degën e administrim biznesit, por që unë edhe ndoshta edhe për shkak të aktivizmit, domethënë si student, po edhe për faktin asaj kohe, domethënë pak mua më është dashur edhe për arsye financiare të punoj, domethënë për gjatë studimit. Më mbaj mend gjatë studimit kam bërë 3 punë. Edhe kështu që normalisht prioritetet ishin ndonjëherë do punosh o do studiosh, edhe mbaj mend që te disa provime, do them se unë isha dhe dega e fundit e asaj që quhet diploma së kohë. Pastaj u fut ky sistemi i bachelorit dhe masterit, edhe kështu që mundesh ta ndërpres, domethënë të degën administrim biznesit dhe ta konvertoj në economics, domethënë atë degën e economicsit, dhe pastaj i shtova sepse ishte studim dual, domethënë i shtova dhe shkencat politike dhe studime në histori socio-ekonomike quaj. Po që thash, vjen më shumë nga interesi, nuk është se ishte kështu vendim hajt dali, çfarë dali, domethënë nuk ka qenë e tillë. Jo, domethënë ne buzëqeshim tani, po është një pjesë fatkeqësisht për mendimin tim, është një pjesë shumë e madhe që zgjidhen e bëjnë fatkeqësisht në atë lloj mënyre, e kupton, sepse nuk ka një lloj edukimi karriere në Shqipëri, ose nuk ka ndonjë lloj drejtimi. Njerëzit mund të jenë shumë të lidhur me njëri tjetrin kur janë për halle edhe apo bëhet çana gjeti, por në anën recreational, domethënë edhe çfarë do bësh me të nuk është se janë të lidhur shumë, nuk është se të flasin shumë, domethënë që kjo është gjë e bukur, ne bëjmë këtë, e ke parasysh nuk funksionon si gjë. Në kohën time edhe në Shqipëri, nëse i kthehem pas, nuk është se njihej për shumë me informati të bërit internship apo domethënë një lloj stazhi, nuk para njihej, kështu që unë do të sugjeroj të gjithë të rinjve, nëse janë të pasigurt në këtë vendimin e zgjedhjes studimin, ndoshta bëjnë një stazh në sektorin publik, në sektorin privat, të shikojnë, sepse si thonë, mundet edhe të ndjekësh një deg studimi, po e shikon për shembull që deg studimi në fund ditës edhe pasi ke një diplomë nuk thysh shumë fund, ndoshta ato njohuri mund të jenë abstrakte, kështu që gjithmonë unë kam vlerësuar shumë kur kam marrë në Gjermani faktin që për shembull këto e kanë mundësinë të bëjnë atë që quhet vocational training apo Ausbildung, domethënë tipi trajnimi profesional që është domethënë i lidhur dhe me diçka shumë praktike, po nga ana tjetër vetë qenë në punë. Edhe një pjesë e madhe me atë studentëve që kam njohur dikur bënin këtë 3 vjeçarin profesional dhe më pastaj ndiqnin rrugën e studimit. Dhe gjatë asaj kohe pastaj faktin që edhe punonin edhe studionin, edhe mund të dallonin pak cilat njohuri i hyn ose për shembull i pëlqen ky vendim apo jo, dhe përpos kësaj, asë kohë ka qenë dhe ky viti social që quhet, për shembull të rinjve i ofrohet për shembull ose të bënin, si thonë, shërbimin ushtarak ose të bënin të ndiqnin një vit social, edhe i angazhim, domethënë quhen angazhim profesional, kështu që janë 2-3 modele që janë goxha interesante për të rinj 17-18 vjeçar, edhe për të pasur një lloj, si thonë, pavarësie financiare, po nga ana tjetër dhe për të qenë më të sigurt në hapin që hedhin. Po ja, dhe dy gjëra që i duhen me patjetër Shqipërisë janë rimëkëmbja e shkollave profesionale dhe rikthimi i detyrimit ushtarak, domethënë, ose në rast se nuk kanë dëshirë me punë vullnetare, se thanë unë mendoj që këto janë një nga gjërat që do të ndryshojë shumë realitetin shqiptar. Por ti përmendëm përpara që në fillim normalisht me gjitha vështirësitë që jep jeta në një vend të huaj në atë moshë të re, domethënë nuk deshet të punoje shumë. Është në eksperiencën time të Blonit që nga 2014 që personat që e kanë pasur keq, që janë munduar të punojnë, janë akoma këtu dhe janë të suksesshëm, edhe kurse personat që i kishin të gjitha nuk dua që të qesh ose të përqesh, por që kanë dështuar, domethënë në mënyrë neutrale dhe nuk ja kanë dalë për ato gjëra që kanë nisur. Cila ka qenë eksperjenca jote? Jo, mund ta ndaj njëjtën eksperiencë me ty, madje mbaj mend për shembull një kam ishte të mirë që i cili ishte me ne, domethënë në të njëjtën klasë në gjimnaz, domethënë edhe ai normalisht supozohej ose nisi nga premisa që do të zotëronte gjermanisht, njëri me ne nuk i kaloi gjuhën dhe u kthye, ka pasur edhe të tillë siç e përmendë ti, domethënë që kanë studiuar, po nuk është se domethënë edhe për fatin e tyre të mirë e kanë pasur armë financiare, po nga ana tjetër ndoshta kjo i pengonte për shembull që vetë bënin diçka paralelisht, qoftë edhe një punë vullnetare, qoftë edhe një punë me pagesë,
Unë çka kam vënë re këtu, domethënë qoftë për gjatë kohës ku kam qenë student, domethënë që angazhimi vullnetar mua personalisht më ka shumë, domethënë edhe më ka ndihmuar në gjithë rrugën profesionale, po dhe gjatë studimit. Dhe nga ana tjetër, kjo vlerësohet shumë, domethënë nga punta në Gjerman. Fakti për shembull që ti mund të jesh i angazhuar vullnetarisht tregon që me përgjegjësi kontribon në shoqëri, edhe po flasim për një shoqëri që këtu diku gati 17% e shoqërisë është angazhuar vullnetarisht në tema të caktuara, domethënë, kurse nuk ka Gjerman që mos jetë regjistruar pas një shoqate si antar vullnetar, apo domethënë qoftë shoqat muzike, futbolli, arti e gjitha me radhë. Unë banoj këtu siç e përmenda, është një zonë që në qytetin, një zonë shumë kulturore, dhe këtu ku po jam tani këtë, si thonë po bashkëbisedojmë bashkë një co-working space, dhe është domethënë komplet ndërtesa, është ish fabrik, po që funksionon vetëm në bazë të angazhimit vullnetar shoqatave dhe banorëve që si do ndjektojnë këtu në lagjen tonë. Është hapësirë për start-upe, për si thonë shoqata të cilët nuk i kanë hapësirë financiare, kështu që në këtë kontekst në eksperiencën time si student më parë më ka ndihmuar shumë. Edhe jam munduar pastaj ta përcjell këtë ndjesi tek shqiptarët. Më mbaj mend kur 2007 ne kemi themeluar në shoqatën e parë studentëve shqiptarë në Afër, e cila ekziston edhe kësaj dite. Edhe aso kohë gjendeshin me gishta e studentët shqiptarë. Dhe më pas pati goxha e honë, sepse duam të orientojmë studentët që vinin me këto, si thonë, orientimin nga studimit, hapat e parë, hapja e kontos, gjetja e banesës, të gjitha me radhë. Po një pjesë e madhe për shembull që ndoshta edhe kishin si në kushtet financiare të mira, edhe nëse i ftohej për shembull që ja kontribo, nuk e kishin këtë si kulturë. Dhe siç thash, fatkeqësisht pastaj kjo reflektua më vonë në karrierën profesionale. Pse? Pse ti ishte ai që themelove këtë? Çfarë të shtyn ty si njeri, se po bëjmë muhabet si tamam se ta volim. Çfarë të shtyn ty si njeri që të thuash ti unë për të studiuar kam, hall e kam, punë kam, ti shto edhe një hall tjetër vetes të hap një organizatë vullnetare? Është e drejtë, më thëmë, po kur unë kam marrë në Gjermani, unë mbaj mend në një kodinë të këtyre si të zyrës qendrore që menaxhonte Convicted, ishte kjo shoqata, më thënë, ose organizata që ndodhet pak a shumë në çdo, si thonë, në çdo universitet, shoqata e profesuesve, domethënë ose organizata e profesuesve studentorë, që profesionte te universiteti në gjitha me radhë. Edhe aty ishte një moto, von studenten für studenten, nga studentët për studentët. Edhe është diçka shumë interesante, se domethënë vetvete ndihma vjen nga studentët, po i rikthehet dhe studenta, më rikthehet dhe mua në vetvete. Është diçka, si më thënë, një lloj qarku dhe një lloj cikli. Ne si shoqëri, paktën nuk e di sa e ke përjetuar ti komunizmin, domethënë unë ende kam kujtesë, pavarësisht se nuk kam përjetuar shumë, po duke qenë viti 1983, i kam ende të freskëta për shembull ato ditët e shtuna të diela, si thon të vullnetarizmit me detyrë, me detyrim, që kishte, si më thon, populli nga i pari i komunës apo i lagjes, domethënë i partisë që duhet pastroje lagjen e gjitha me radhë, diçka që në vetvete mund të ishte pozitive, po ishte detyruar. Dhe besoj kjo ka reflektuar pak edhe të ndjesi negative të shqiptarëve ndaj angazhimit vullnetar, apo dhe gjithmonë të lidhur ndoshta me atë pyetjen, po ti çfarë fiton? Ose çfarë përfiton ti nga kjo gjëja? Po pikërisht sepse kjo është pyetja më e përdorur dhe më e rëndësishme për shqiptarët, në përgjithësi, po flasim në mënyrë klishe. Po, ndërkohë që edhe po themi shumë mund ta përshkruaj në mënyrë shumë plastike dhe për vetveten time mbaj mend kur ne kemi themeluar shoqatën, në Gjermani për shembull ka shumë hapësira, edhe për organizata studentore, fonde që ti mund t'i përdorë për shembull në universiteti për evente të ndryshme, evente kulturore, kurse trajnime, kishte bursa për studentët, por që normalisht si individ nuk ke mundësi ta marrësh informacionin, ndërkohë që si organizat për shembull, duke qenë pjesë e paneleve, duke qenë pjesë, si thonë, e rrjeteve, të vinte informacione dhe këtë pastaj mund ta përcjellet te studentët. Dhe mbaj mend në një thirrje, mbaj mend shumë mirë domethënë, se unë punoja po si themeluese dhe tu si shoqatë studentë shqiptar. Kjo më pa dhënë mundësinë që edhe të rritëzohesh aty dhe
Edhe në universitet isha përfaqësuesi i gjithë organizatave studentore të huaja, domethënë atë në një godin kishin një zyrë caktuar ku pastaj menaxhoja oraret e pritjes së këtyre organizatave dhe normalisht aty kalonin pastaj edhe shumë informacione dhe mbaj mend aty koordinatori në gjithë godinës thotë që është kjo thirrje për shkak nga Landi këtu për bursë një veçare për studentët, por nuk ka pjesëmarrjes, domethënë kështu që të lutem për cilë dhe ishte bursë për aso kohë për studentët diku 800 euro në muaj, domethënë për një vit. Normalisht që kur kishte kushte të tjera, që ti ke shkaluar provimet gjithë në radhë, por nuk ishte dhe ishte dedikuar vetëm për studentët e huaj. Dhe unë mbaj mend një mikun tim në shqiptar, që gjithmonë pjesë më të madhe të kohës pas studimit e kalon në bibliotekë, takoj në bibliotekë, them shiko se kjo është kjo thirrje, po unë nuk kam ende domethënë kandidat, kështu që aplikoj dhe nuk gjatë as 10 ditë, domethënë që ai aplikoi edhe mbaj mend që ta thënë unë vetë të njoh e një të organizatën, po në 10 turp që se më angazhuar ku, ndërkohë që të të kështu takove, edhe më dhe këtë informacion dhe e fitoj si bursë, dhe mbaj mend që kjo e nxiti ato pastaj që ai të angazhohet, do të angazhoj goxha edhe në organizatë, edhe vetvete pastaj më pas kur më thën kaloj në si të karrierë profesionale që të ndihmonte në shqiptarë të tjerë. Kështu që thash, besoj që është diçka që është kontribut për vetë kontribut, por jo vetëm, domethënë është edhe shkollë për jetën, besoj, vetë dhe kjo më ka nxit gjithmonë jo vetëm në nivel si thon personal, por profesional. Po dalim pak tek se ishte një fillim i bukur kjo për ato që çfarë diskutojmë në thelb sot së bashku. Ne jemi njohur për shkak ose tek organizata Diaspora për Shqipërinë e Lirë. Mua më prezantohej si një ndër personat e parë, edhe normalisht un kam provuar të bëj shumë gjëra vetë. Gjëra të tilla, siç ti ke dalë me sukses, unë nuk e kam dalë. Unë e kam vuajtur, jo vetëm unë, se nuk është se po bëj viktime për vete, po pjesa më e mirë e shqiptarëve kanë vuajtur mungesën e organizatave këtu në Berlin, të paktën mund të kenë qenë përpara, thjesht nuk kanë qenë aktive në kohë kur kemi qenë ne. Bile na vinte dhe inat, që si ka uncilla, këto vija Kazakistani nga Rusia, të gjithë e din ku vjen, nga India, nga Kina, të gjithë e din ku vjen, kudo me këtë do flasin, çfarë informacioni do marrin etj. Domethënë kurse ne nuk kemi asnjë lloj individi, jo më organizate domethënë që të marri përsipër diçka të tillë që është sublime, në fakt se nuk është se ai personi ose ai organizata do marrë diçka nga kjo. Si nisi ideja e diasporës për Shqipërinë e Lirë, nga këndvështrimi jonë gjithmonë? Në fakt, edhe kjo që përmenda më parë kjo eksperjenca studentore, më pas unë kam themeluar dhe organizata tjera pas studimit, dhe më thonë organizata profesionale, për shumë këtu në Landin ku jam, ose kam qenë në një nismëtari, po qëlloj korona për shumë një organizate që ishte perceptuar se konceptuar si saloni, më thonë një salon që mbledh profesionistët, pasi në qëllimi, thjesht një lloj networking salon, në mënyrë që pastaj nga shkëmbimi i networking të lindin ide bashkëpunimi midis shqiptarëve, kryesisht edhe gjithmonë me qëllimin që të kontribuohet në vendin e origjinës. Më pas edhe korona dhe besoj si çdo shqiptar, domethënë ne ndjekim zhvillimin e vendlindje dhe është ajo Barsaleta, si thon ku takohet marrë Hoxha me Fadil Hasin dhe thonë sot nuk do flasim për politikë edhe mas 15 për ndryshe kush flet i parë për politikë të paguajë takolinën edhe mas i kanë pyet një tjetrin si kalon mirë nga familja mirë, kanë bërë gjithë muhabete thonë sa kushton tavolina kaq okay. Politikë. Edhe domethënë realiteti ynë është që kudo të shkojmë domethënë do takohemi me miq prap bisedat do vinë diku nëse për shembull edhe unë kam background politik do vinë diku rreth zhvillimeve dhe problematika. Po vetë gjua ku dhëmbi, kështu që. Po, kështu që unë normalisht kam një nga miqtë e mi të ngushtë, domethënë që konsideroj si vlla Florian Haçkën dhe gjithmonë jemi njohur që në vitin 2003, domethënë unë kam jetuar, domethënë kam vizituar në fakt vllajën e tij, domethënë në 2003 fisnikun edhe ai ka qenë student në Münster, edhe me anë të vllajt e tij kam njohur Florin dhe kemi qenë domethënë në një dhomë flini bashkë. Edhe Flori shkon të bënte kurse e gjuhës, unë prisja të rezultatin e afna në këpipëm, edhe gjithmonë kemi mbajtur lidhur shoqërinë. Pastaj, shoqëri gjithmonë është ngushtë,
martesave, ti kam qenë ai që kam bajt fjalimin, si më thoni dënuar i bajt fjalimin e martesës. Edhe një shoqëri që domethënë ka qenë goxha e fortë dhe normalisht edhe në lidhje me teatrin kemi biseduar vazhdimisht teatrin kombëtar, që kur ishte domethënë Aleanca si thon kundër shembjes teatrit edhe vazhdimisht ai ka qelluar edhe për shkaqe profesionale më shpesh në Shqipëri, po edhe unë domethënë kam pasur mundësi të vizitoj disa nga ata, po themi qendërstanët e teatrit dhe ishte temë goxha jo vetëm se ajo aleancë reflektonte një lloj qëndresi qytetare, domethënë vetveten ndaj klasës politike, po kishte mbledhur edhe rreth vetes njerëz që ndoshta më pas për arsye të ndryshme u përçan, po që deri në ato kohë nuk patën dalë me bindje si thon të mirëfillta politike, më shumë domethënë kauza e teatrit ishte ajo kauza që i bashkonte, domethënë dhe një kauzë edhe pastaj ndodhi Darma lejo të bëj një ndërprerje për t'i dhënë edhe pak spice muhabetit. Shiko, kjo gjë e mirë që ti thua që teatri ishte një diçka e keqe e madhe që ndodhi që i solli këta njerëz në vëmendjen e publikut dhe i mblodhi bashk. Unë ma hamendja që ose ma hamendja, nëse të mi është një thik me dy bresa, sepse njëjta arsye që këta i mblodhi bashkë i bëri vizibël ndaj publikut, është njëjta arsye pse shumë nga personat nuk donin t'i besonin, se për t'i besuar mund t'i besonin, po thjesht dëshironin. Unë them t'i larguar, po themi nga Shqipëria, gjithmonë se po themi ne që nuk kemi qenë në terren në Shqipëri, ndoshta siç ti, domethënë mund të kenë qenë dhe disa për shembull individ që ndoshta në mënyrën e tyre polarizuese i kanë bajt larg, po themi një pjesë e madhe ose edhe në mbështetjes, po që është temë tjetër, sidoqoftë shembja e teatrit ishte ajo shkëndija që, si më thonë, për të rikthyer te nisma e lëvizjes, shkëndija që, më thonë, na nxiti ne. Unë kam jetuar një periudhë gjatë, më thonë, jo gjatë, më thonë relativisht shkurtër, më thonë në Bruxelles, edhe kam punuar në Parlamentin Evropian. Edhe kisha një lloj qasi që domethënë diaspora duhet heqi dorë tashmë thjesht nga ajo ligjërimi, retorika folkloriko romantike që ne kemi në vetminjes vendi bukur, natyrë bukur, vere bukur, edhe shërbejnë pak edhe si po themi si ambasador të vendlindjes, ndërkohë që pastaj e dim që realiteti është goxha i errët, dhe realiteti është gjithmonë lidhet me realitetin politik. Ndërkohë dhe Flori nga ana tjetër në ditën e shembjes teatrit, pa të bërë thirrje domethënë që të mblidhen njerëzit, domethënë nga diaspora dhe të reagojnë kryesisht në lidhje me shembjen e teatrit. Se në bisedimet përbashkëta thamë që shiko, eja ta me që dhe fal pandemisë njerëzit kishin ku shkonin, që i kishin para ekraneve në disa mënyre, thamë eja ta kanalizojmë këtë gjë, domethënë dhe fira pati goxha rezonancë. Pa e mend, po thënë ka qenë maraton, brenda një javë kemi zhvilluar takime pa fund me shqiptarë, kryesisht në Gjermani, Zvicër, pastaj më pas pati firja interes, do thënë se u shpërndave nga njerëz tjerë në ku ta diun, në mbi 10 shtete në Evropë, në Amerikë, në Kanada, edhe si fillimi krijuan grupe në WhatsApp, pastaj grupi kryesor në WhatsApp, po themi ku mblidhesh gjithë, po kishin një kakofoni idesh, mendimesh, fillonte problemi që nga koha skëndej deri tek shembja e teatrit. Edhe ishte një, po themi një energji goxha pozitive, po që do duhet patjetër që të kanalizohet. Dhe këtu pastaj normalisht vjen edhe eksperjenca që unë kam pas në organizata të tjera, që do duhet për shkak që kjo energji të kanalizohet në ato që ne themi grupet e punës, që në një mënyrë ku njerëzit në bazë të profileve të tyre mund të kontribuojnë në mënyrë me ekspertizën, me mendimet, po edhe me një lloj qasje konstruktive, vetëm thjesht po themi të shpërthejmë, të shkruajmë edhe të nxjerrim ato vllëfin tonë në rrjetet sociale, po kryesisht secili që ka ide mendime të mundohet kontribuojë dhe pastaj kontributi vjen edhe me një lloj me dy qëllime kryesore. Qëllimi kryesor faktorizimi i diasporës në vendet ku janë, ku ndodhen, po nga ana tjetër dhe faktorizimi i diasporës ose si thon krijimi një lloj grupi interesi nga diaspora për kundrejt zhvillimeve politike në Shqipëri. Unë në temën e MBA-t në 2016 që kam bërë MBA në Berlin, domethënë Dega Public Affairs merret shumë domethënë çështjet e grupeve interesi, lobbying, edhe influencimi si thoni procesit politik në vetvete, procesi legjislativ, edhe kjo më ka dhënë ide të qarta për shembull se si duhet të influencohet edhe realiteti politik në Shqipëri, jo thjesht me aktivizëm, po edhe me një aktivizëm të përqendruar, që do të thotë për shembull të ndjekësh ato që si thon të evidentosh si fillim aktorët kryesorë që kanë bërë me temën tënde, dhe pastaj të mundohesh ti të rreqesh domethënë vëmendjen ose edhe vëmendjen e opinionit publik, kështu që
Dar, për të arritur një farë lloj qartësie, profesioni yt eksakt ose le të themi gjëja çfarë ti bën tani me të cilën ti mundson jetesën tënde, çfarë është eksaktësisht? Unë punoj si konsulent politik. Aktualisht jam edhe drejtues gjermanisht thonë Bereichsleiter, do të thënë pak a shumë si drejtues unit apo drejtorie apo divizioni, dikasteri divizioni për një organizatë jo fitimpurse, por për gjithë landin e NRV-s, edhe kam një staf tiku për 130 punëtorësh në vete, po që përpara kësaj eksperience dhe paralelisht kam një firmë të vogël ku gjithmonë jap konsulencë kryesisht në fushat, siç thash, fushat e grupeve interesi, lobbying, për politikat energjetike, ambientaliste, apo dhe temat që kanë bënë me compliance, me regulatory framework, me këto tema, apo dhe temat e politikave të BE-s-me që kanë një eksperiencë në Bruxelles. Dhe kjo është pak a shumë nga ana profesionale. Si të ndihmon gjitha kjo gjë që ti bën çdo ditë që ke ndërtuar domethënë me mundin e me dirësën tënde eksperiencën mes të gjithë këtyre viteve në organizatën Diaspora për Shqipërinë e Lirë? Është pyetje interesante. Thash çdo gjë në jetë lidhet, domethënë dhe ndërlidhet, edhe në nivel profesional po dhe personal. Ne kur kemi themeluar lëvizjen, mbaj mend në datë 17 maj është shembur teatri, po në atë ditë ose në 18 maj unë kam shkruar për shembull një ish docentes time në studimet europiane, dega studime europiane në ARM, ishte degë tillë pak a shumë si MBA që, do thënë, ato docentët ishin thjesht profesionistë, vishin për shembull si eurodeputet, mund të japin një kurs që vazhdonte një javë dhe pastaj e mbaroi modulin, lipje provimin, vinte një, po themi gjykatës evropiane, mande, po themi, atë kursin e tij për ligjin e drejtës evropiane me radhë, dhe ajo docente ime ishte drejtonte Komisionin Parlamentar për Kulturën. Po shikon dhe Bedar, prandaj ja ke arritur ti të kesh dalë kaq mirë, sepse e ke marrë mësimin nga njerëz që në të vërtetë kanë bërë atë punë për ata çfarë flasin. Jo si shumë të tjerë që janë profesorë gjithë jetën e don't know what the fuck they're talking about, sepse s'ka punuar asnjëherë. Edhe kështu që tema e teatrit dhe domethënë ishte krye tema e saj, sepse ajo drejtonte Komisionin Parlamentar për Kulturën, madje pati një reagim publik, domethënë nëpërmjet meje shkrova dhe pati një reagim publik nga ajo. Edhe më pas më shkoi dhe asokore ministres së kulturës Elva Margaritit, pati një reagim nga një organizatë, më duket se Madre Nostra, diçka e tillë që merret me këto si thonë ndërtesat e quajtura trashëgimi kulturore, dhe ajo na mundsoi neve, pavarësisht se unë kisha disa kontakte, duke qenë se jam marrë thashë dhe me lobbying edhe kontakte politike, kryesisht tek partitë të djathta, por që ajo na mundsoi për shembull brenda 2-3 ditësh që të bënim takime me McAllister. McAllister ishte për shembull drejtuesi i Komisionit Parlamentar për Marrëdhëniet me Jashtë, që unë po të shkruaj sot edhe si, po themi, deputet në një parti në Shqipëri, domethënë në McAllister, ndoshta mund s'jash muaj më përgjigje. Edhe thash kanë qenë disa, po themi, ndoshta edhe koincidenca, po që një pjesë e madhe e tyre për shkak ishte pandemia, kontaktet, edhe kjo bëri goxha dhe bujë në Shqipëri, domethënë një organizatë që po themi përfaqësoi, nuk kishte ende një lloj kryesie, përfaqësoi vetëm thjesht në publik nga dy bashkëmenues që ishte Flori dhe unë. Patëm kontakte për shumë telefonat me Michel Galler, po ashtu nga Gjermania, një kontakti imi domethënë nga djathta, i cili gjithashtu ishte përgjegjës domethënë te delegacioni i Parlamentit Evropian për Shqipërinë dhe quhej si shadow reporter apo raportuesi në hije që bën raportin vjetor. Edhe këto në vetvete patën goxha impakt si fillim në opinionin publik në Shqipëri dhe pastaj ne përveçaftuam një kaos që është ajo që quhet kauza e votës diasporës, shkesa e parë që kemi bërë përpara se të shkruajmë fare që një ditë pas. Do ndërpres. Se ajo është shumë e rëndësishme dhe do ta stërgjasim çik atë, po më argëtojnë çik të mendimin. Do të them diçka tani dhe edhe që të them domethënë se sa e vogël është bota dhe se si lidhen gjërat. Sot Zabine Faharin që ne flasim është zëvendës presidente e parë e Parlamentit Evropian. Dhe unë larg se sot unë kam marrë një konfirmim domethënë që ta takojmë atë së shpejti, nuk po e përmend datën, por që domethënë si profesues lëvizjes ta takojmë në Bruksel, ndër të tjerë, domethënë planifikojmë disa takime të tjera në nivel të lartë. Kështu që janë këto domethënë eksperjenca profesionale patjetër, po dhe eksperjenca që vijnë për shkak të angazhimit
studentor, vullnetar në asaj kohe, për shembull në degën time të të studimeve europiane kam qenë dhe Fachschaftsleiter, domethënë drejtuesi, po themi, i degës që përfaqësonte, drejtuar ato nuk e di se si quhen shqip, domethënë të gjithë studentët e degës time tek rektori apo tek docentët dhe pata goxha kontakt aktiv me disa docentë tjerë. Kështu që gjitha këto kontakte më kanë ndihmuar dhe profesionale. Prandaj duhet hani ara dhe bajame njerëz në mëngjes, të mbani mend shumë çdo gjë, sepse kontakti është gjithçka, nuk ka për të vdekur asnjëherë. Ndryshojnë mjetet se si mbahet kontakti, por kontakti si gjë asnjëherë nuk do vdes. Shiko, ndalojmë pak is your net worth. Ndalojmë pak për qefin tim, tonin e të gjithë të tjerëve tek teatri. Unë si Bleon jam një individ që jam shumë i hapur ndaj të gjitha mendimeve të ndryshme që qarkullojnë, jo më kot edhe Buçi podcast sot e kësaj dite është ky që është. Domethënë ku gjithë secili çfarë ka në kokë mund të vijë të flasi edhe të debatojmë. Teatri ka qenë diçka e bukur. Teatri ka qenë një arkitekturë e vjetër, arkitekturë perandorak italiane, që jo domosdoshmërisht na përkiste ne si kom, por ishte një pjesë shumë e thelbësore e kulturës shqiptare, e historisë së Tiranës, edhe më tej. Me historisë së artit pastaj nuk ka nevojë të përmend, sepse it goes without saying. Një pjesë e mirë e personave që ishin rreth e qark meje kishin një breng që ishte pothuajse nga të gjithë dhe një ma ka shtjelluar shumë mirë, i ati vet ka punuar në drejtori të Ministrisë së Artit diçka e tillë. Edhe më thoshte Bleon, unë të kuptoj të tha që ti nuk do që të prishe teatri. Ti parasysh që është kjo, është ajo, e ka këtë vlerë, ka atë vlerë. Po si ka mundësi, tha, që nga ato 10 persona që dalin në bërtasin sot në televizor, 7 filluan të bërtasin vetën kur disa negocime ose gjëra që bëheshin jashtë kamerës ndaluan. Atëherë këta persona e ndjen të nevojshme t'i tregonin popullit se sa i rëndësishëm është teatri. Edhe unë nuk dua të hipi tani në një kalë të bardhë dhe të them unë çfarë janë aktorët apo skenografët apo regjisorët e s'kan bërë asnjë gjë. Se relativisht nuk është se kanë bërë ndonjë gjë. Por ajo çfarë dua të them unë është për një popull që është relativisht i pa informuar dhe pa edukuar në lidhje me kulturën dhe rëndësinë që ka teatri për një qark apo qytet apo edhe më tej, është shumë surreale dhe është shumë gjakftoht nga ana jon ose nga ana e X grupimi, të thoj juve që nuk keni qenë asnjëherë në jetën tuaj në teatr, çohuni tani të shpëtojmë teatrin. A të duket ty normale kjo gjë? Shikoni, kuptoj si mendim, edhe besoj që nuk është edhe e parë, ne kam ndjekur dhe më parë dhe më thënë ka diçka të vërtetë në të, si shteti, dhe më thënë që është tja shpreha për shembull që nëse nuk ka dikush buk të ha, më thënë nuk do mendoj për shembull zejmë për vlerat, për angazhimi politike gjitha me radhë, për shumë, edhe angazhimi vullnetar, për cilën ne folëm më përpara lidhet pak normalisht edhe me, si të thënë, në nivelin ekonomik të një popullsie. Sidoqoftë, unë gjykoj që kauza e teatrit nuk ka qenë thjesht kauzë vetëm për ndërthesën dhe bete, pavarësisht se të jam plotësisht dakord, domethënë, ose të drejtë në lidhje me tjetërsimin, po themi, ose dëshirën e individëve të caktuar, edhe për arsye të ndryshme, për interesa të ndryshme të kapitalizohen diçka nga ajo kauzë. Pastaj njihet për shembull dhe dëshira e partive politike gjithmonë për të pasur kapital politik edhe për të tjetërsuar në vetvete edhe kauzat publike, se ne këtë njohim vetëm për teatrin. Protestat e studentëve, protestat që patin lidhje me vrasjen e të riu në Shqipëri për shembull. Protestat lidhje me inflacionin për shembull, ose protestat që filluan për shembull në fillimet e pandemisë edhe pas teatrit. Kështu që një pjesë e madhe e aktorëve politik kanë dëshiruar që ta tjetërsojnë këtë ose edhe të marrin kapital politik. Po edhe kjo është legjitime vetvete. Kështu do dalte te kjo pak. Në lidhje me teatrin, shqetësimi im gjithmonë ka qenë problematika e tjetërsimit publikes. Kur fillon publikja, domethënë të tjetërsohet, po dhe të humbi komplet trashëgimia kulturore e një qyteti,
atëherë domethënë vetvete ti nuk ke identitet. Nuk ke identitet dhe një qytet e humbi identitetin. Për shembull, mundet që unë për shembull vazhdim imagjinoj të rikthehem pas disa vitesh, të vi me djalin tim, një nga turet që ne kemi bërë, për shembull isha para 3 ditësh, 4 ditësh me Florin, për arsye ndryshme dhe takime ndryshme që patëm atje. Po më unë kam një miqësi për 22 vitesh, nuk e dija ku banonte, ku ka banuar ai për shembull fëmijëri. Edhe dëshira e madhe ishte hajde shkojmë sa dalim pak nga lagja ku kam banuar unë për shembull, dhe këtu kam pas shtëpinë, këtu ka pas gjyshe, këtu kaloni nga gardi, si më thonë te filan gard. Domethënë është një diçka që momentin që ajo domethënë humbi identitetin dhe qytetin vetvete, dhe besoj që edhe ne unë i riktheva pak një më lart se para 2-3 ditësh, para se të merja kontakt si më thonë me të Sabine Fallajen, riktheva pak shkresave që unë i kam nisur asaj kohe, domethënë, dhe disa nga arsyet ka qenë pikërisht kjo, domethënë që e para është tjetërsimi i publikës, domethënë, dhe privatizimi i publikës për interesa kryesisht, domethënë, të pastrimit parave ose kryesisht domethënë të interesave të ngushta domethënë ekonomike, dhe nga ana tjetër edhe fshirja e historisë. Domethënë ajo godinë me të vërtetë ka qenë godinë arkitekturë pushtuese, por ka dhe një histori pas pushtimit, domethënë nëse po themi pas pushtimit italian. Godinë është aty është bërë domethënë një nga gjyqet publike më të mëdha në komunizmin. Domethënë në vitin 1946 aty ka pas një gjyq publik domethënë për një pjesë të madhe të elitës politike në Shqipëri. Domethënë ka qenë gjyq publik, domethënë nuk e di nëse i ke parë si thon filmimet. Në vitin 1946 aty është dënuar domethënë me vdekje pjesa më e madhe e elitës shqiptare. Ish ministrat, ish ministrat e arsimit, ish drejtues organizatash ndryshme politike, organizatash në radhë, dhe pjesa më e madhe thash elite që kanë studiuar në vendet jashtë Shqipërisë. Nga ana tjetër aty pastaj godina, domethënë është pranë ish ministrisë brendshme, domethënë Ministria e Brendshme është ministria fatkeqe, domethënë që në kohën e komunizmit normalisht një pjesë e madhe e personave torturë. Që ka një lloj historiku vetvete ajo godinë, që nuk është vetëm thjesht domethënë aq e madhe, po themi është kjo histori, saqë është pak vështirë të, si më thënë, të minimizohet edhe për shkak të interesave të dikujt që dëshiron të përfitojë nga kjo kaos. Jo, unë po bëj avokatën e popullit. Pyetja ime është, domethënë, që si mund të kërkojmë njerëzve kur është e njëjta, të gjitha gjërat lidhen me njëra tjetrën, e kupton? Është e njëjta gjë edhe në politikë. Si mund të kërkojnë të njëjtat individ që kanë 30 vite që vjedhin, domethënë të çojmë të heqim ta idutin tjetër. E tani si mund të çohen, nuk e di, nga 50, 20 nga ata thonë po tani do të bëjmë diçka kur ti ke bërë gjithë kohës piggybacking, e kupton, ke përfituar në çdo shkallë. Dhe është e vështirë për individin normal. E kupton që unë e quaj veten një nga këta sepse unë as nuk kam lindur në Tiranë, as nuk jam rritur në Tiranë, as nuk kam jetuar në Tiranë. Kështu që mua kjo nuk më prek. Edhe fakti që nuk më prek në kokë është fatkeqësi. E ke parasysh sepse ne nuk e kemi pasur të mësuar as në shkollë, as në televizor, as në gjë rëndësinë e kësaj. E kupton? Unë i kam lexuar gjitha vet informacionet. I kam kërkuar vet sepse nuk e dija për çfarë bëj fjalë. Po. Ideja është që më thënë thash ajo vetvete si kaos, thënë teatri për shembull, nëse e ke ndjekur dhe periudhën pasi ndodhi Tremeti, një pjesë e madhe aty e njerëzve për shembull që dërgonin tima, përdorën për shembull ato magazinet e teatrit që dërgonin timat për të prekujt nga Tremeti, edhe çfarë ishte ai mlefi, po themi doli ose u ngrit. Unë mbaj mend njerëz që ndoshta kanë qenë shumë pranë partisë në pushtet, në Bruksel më telefononin, më thonë si ka mundësi që kjo ndodhi për shembull, shenjë teatrit, dhe jo vetëm shenjë në vetvete një godine, por mënyra pak dinake, domethënë në një anë miratohet një ligj, domethënë një ligj që ndalon shenjën e teatrit, dhe më pas domethënë ti në një farë mënyrë ti pranon mos ekzistojë shteti, domethënë shteti ligjor, ndërkohë kishte një vendim gjykatës kushtetuese. Nga ana tjetër, në mënyrë dinake, çon policët duke shfrytzuar të kohën e pandemisë në ora 4 të mëngjesit, domethënë kjo mbledhje, kjo urgjencë e madhe, ndërkohë që ne sot kësaj dite shikojmë që ende aty s'ka ndodhur asgjë, domethënë, sepse ka interesa goxha të ngushta, goxha edhe okulte, edhe po që thash ishte kjo urgjencë, kjo mënyrë, domethënë nuk e di sa e ke ndjekur në ato kohë dhe median e huaj,
media ndërkombëtare pati goxha e honte. Besoj që kjo reflekton dhe te njerëzit që u bashkangjitë lëvizjes. Ne na Si ka mundësi Obledar? Si ka mundësi që ka pasur një hond të madhe, domethënë dhe ata prapë e bën. Edhe janë aty ku janë sot. Edhe nuk i dridhet çerpiku fare më valla. E kupton, nuk kanë dorë asnjë gjë, e kupton. Do ta marr nga ana e dua shumë të thjeshtë, lutem, nga ana pragmatiste. Si ka kaq të fortë që janë këta njerëz valla? Shiko, zgjidhjen sidoqoftë, do ta gjej, do ta, në fund zgjidhja politike, se për shembull një pjesë e madhe që na ndjekin thonë, ok, sa ju shërben për shembull me zim faktorin ndërkombëtar. Faktori ndërkombëtar mund të shërbejë të ofrojë presion ose të sensibilizojë. Edhe ndoshta është i rëndësishëm për shembull për imazhin, për shembull, po kryeministri jon gjithmonë është ai që, si thon, ka shumë rëndësi, do të jep shumë rëndësi imazhit ndërkombëtar. Edhe kështu që në këtë kontekst mund të shërbejë si metodë politike ose presioni, por në vetvete si të ndryshimi gjithmonë për çfarëdo lloj kauze, për çfarëdo lloj problemi do vi nga shoqëria shqiptare. Brenda apo jashtë saj. Dhe në këtë kontekst, nëse shoqëria shqiptare, siç the për shembull, është edhe për arsye ndryshme, edhe për ato arsye që ti përmende, varfëria, mos identifikimi, qenia larg, gjitha me radhë, ose lodhja në një farë mënyrë nga po të njëjtat figura, domethënë publike, po të njëjtat kauza, shikon po të njëjtat persona në gjithë kauzat publike, edhe kjo krijon ato efektin një farë mënyrë që njerëzit shndrohen pak më fatalist. Është një situatë goxha problematike, do gjykoj, me shumë njerëz që ne kemi takuar dhe kur kemi themeluar lëvizjen, po dhe në vijim gjithmonë si thon përgjigjet ka të një po se nuk ndryshon, ose është më thënë një lloj qase fataliste që e bën njeriu shumë pasiv, domethënë e bën njeriu sedentar në vetvete, domethënë e pranon të keqen, ndërkohë që unë gjithmonë kam ndjekur por e bën të egër në një njëjtën kohë, kupton, sepse nuk shikon asnjë gjë përveç interesit të tij personal direkt, imediat. Ndërkohë që unë gjithmonë kam ndjekur parimin, domethënë që okay, keqja, domethënë mund të zgjedhim midis keqes të vogël dhe keqes të madhe, por duke zgjedhur të keqen e vogël, keqja nuk largohet kurrë. Kështu që do duhet zgjedhim, domethënë, ndoshta edhe opsion që mund duket pak demodern vetë, po opsione për shembull që nuk janë provuar më parë. Domethënë në çfarëdo lloj siton konteksti apo backgroundi, apo dhe të mbështesim për shembull kauza që mund duken si fillim për shembull se shqiptari është pak skeptike, thash për shumë arsye që përmend, është skeptik, thon kush janë prapa këtyre, kush janë këto, ose kush i mbështet këto. Po mbaj mend kur kemi zhvilluar takimet e para, thoshin, ndërkohë që ne, do të thënë, ishin shumë transparent, do të çdo gjë komunikonin në Facebook, sot u ndodhen njerëz në Itali për shembull, sot ndodhen njerëz që edhe ftesa ka qenë goxha transparente, njerëzit prezantoheshin, ne prezantoheshin, ne thonin këto dëshirojmë të kryejmë diçka të tillë, por që jemi ende në hapa, nuk kemi edhe ne vetë perceptime, imagjinata se ku mund shkojë, domethënë angazhimi jon, po kush keni financime, kush është pasqyrë, çfarë bindje keni. Domethënë edhe po këto kanë ndodhur me episodin e parë të Buçi podcast me 30 views, toni ka paguar Edi Rama, kur talleshin me Edi Rama thoshin nga paguar Saliu. Ka qenë interesante se me çdo hyrje domethënë na vinin etiketa, vinte për shembull dikush që kishte bindit majta që njihesh dhe si person publik me të majtën, thonë ky këtë drapës. Vini ku ta priti presidenti në takim këto i ka fundmeta. Domethënë janë këto zhvillime që janë normale, po që fatkeqësisht tash është një shoqëri e vogël, një shoqëri që nuk e njeh angazhimin vullnetar. Unë mbaj mend kur kam qenë në NBA në Berlin, kam pas kontakt me një relativisht djalë të ri, cili kishte hyrë në karrierën thonjza politike që në moshën 18 vjeçare, ishte bërë antar i Kristian Social, do të thënë Unionit Kristian Social në Bayern. Edhe po bisedonin për politikë, ai shërbente si mentor dhe më ofroi të takoja shefin e zyrës së deputetit Shpan. Shpan u bë më vonë ministri i shëndetësisë. Po. Shpanga që ka një lloj ligjërimi pak si thon anti-emigracion, unë reagova kështu, domethënë jo as pak, domethënë nuk më pëlqen si tip, është anti-emigrant, domethënë ligjërimin e tij. Edhe ai thjesht ligjërimi është, po. Po, edhe tha, shiko, është interesante, tha, po unë do të sugjeroja që të përfshihesh në, do të thotë, dëshiron ti ndryshosh gjërat, përfshihesh nga brenda. Dhe ishte një lloj pohimi, një lloj deklarate që më bëri mua edhe vetë të reflektoj dhe për shembull gjithmonë kur dëshiron të ndryshosh diçka, bëu pjesë e diçkaje. Ku po themi se cili e shikon vetveten ose ku zemra e tij anon, për shembull, në filan organizat, qoftë vullnetare, qoftë politike, qoftë civike, rëndësi ka që kontribon diçka se sa thjesht
të shfrytëzosh atë hapësirën si thonë rrjetet sociale ku ka tekst pa kontekst. Patjetër, jo, kjo është arsye kryesore pse unë nisa podcastin, domethënë, edhe pse vazhdon këtë format. Pse nuk flas për përputhjen e për Big Brother dhe pse janë nga gjysmore deri në 4 orë, që është më i gjatë, e kupton, sepse është edhe shumë e thjeshtë të thuash Bledari e ka fajin. Se ai bën këtë. Po mos të ishte ai, unë do isha i mirë. Po është shumë e vështirë nga ana tjetër. Kur e fillon i bën vet, fillon del nga zona e komfortit, i provon të gjitha gjërat, e shikon që çfarë është e thjeshtë, çfarë është e vështirë, atëherë bëhet komplet ndryshimi i madh. Po nice, ato janë dëshirat e gjithë secilit, varet edhe nga periudha e jetës ku ata gjenden. Rithemi tek organizata e dashur, tashmë e mirënjohur dhe e famirë diaspora për Shqipërinë e Lirë. Cilat janë rolet që ti, le të themi, mbush ose që bën në brenda organizatës? Në vetveten jemi munduar gjithmonë që si dhënë organizata mos të orientohet tek individet kryesor. Në fillimet tona, siç thash, dy personat kryesorë që dilin publik ishin gjithmonë bashkëthemeluesit, por dëshiruam gjithmonë edhe duke pasur pak eksperiencën e themelimit të organizatave të tjera që të ketë një lloj strukture të brendshme, demokratike, dhe kështu që në këtë kontekst krijuam atë që quhet piramida e vlerave, me antimetodologjie të mirëfillt, domethënë shkencore, krijuam një bazë vlerash që u votuat, domethënë nga anëtarësia e përgjithshme. Më pas, domethënë nga këto vlera u përzgjodh një vizion, u përzgjodh dhe misioni i lëvizjes. Dhe kjo piramidë vlera shërbeu si fillim edhe pak si një lloj, si thon, baze për të pasur një lloj kulture të brendshme. Kulturë të brendshme kanë kuptimin për shkak që nuk vinë mendime që dikush tjetër si pëlqen, si respekton, faktën ketë një lloj diskutimi konstruktiv, pavarësisht se shqiptarët gjithmonë vinë edhe një pjesë madhe e diskutimit dhe marrin personal. Kjo si fillim ka qenë ajo që është kultura e brendshme dhe unë personalisht e konsideroj këtë, domethënë atë bazën e çdo organizate, sepse është një shprehje e famshme në administrim publik, një gjerman që thot Peter Drucker, që thot strategjia, kultura e han strategjinë për mëngjes, domethënë culture eats strategy for breakfast, nëse nuk ke kulturë organizative, mundesh ti të kesh strategji, do bëjmë këtë, do arrijmë këtë, ndërkohë që s'ka kulturë dhe pastaj njerëzit largohen. Çfarë nuk kupton me kulturë? Këtë do t'ja kishte thënë dikush Galve kur hyri Cezari. Me kulturën kuptoj edhe faktin për shembull se si ne flasim, nuk para flasim me unë, për shembull, shumë rrallë mund të dëgjosh nga persona ose individ lëvizjes, qoftë ato publik apo domethënë në grupe pune që ti themi është këtë ose lëvizjen e bëra unë ose unë po bëj këtë. Duke rikthyer edhe pyetjes tënde, çfarë bën ti? Unë zyrtarisht mbart, si postin e sekretarit përgjithshëm të lëvizjes, duke qenë se kur organizata u themelua në mënyrë zyrtare me statute, me rregullore, regjistruar në Zvicër, ligji zvicerian detyron të po themi në dallim nga ligji gjerman, detyron që të kesh 3 pozicione që janë kyçe për shembull, të presidencën ose bashkëpresidencë, sekretari përgjithshëm dhe arktari. Edhe ligji gjerman e detyron këtë, por domethënë ka më shumë hapësira që mund të emërosh edhe të tjerë. Kështu që në këtë kontekst kryesia ka ose lëvizja ka një kryesi që është dhe përfaqësi ligjore e lëvizjes, që janë 2 bashkëthemeluesit, është një kolege jonë bashkëpresidente, edhe arktari, dhe më pastaj ka kryesirë të zgjeruar, e cila zgjidhet në mënyrë demokratike, po themi me votë fsheht nga lëvizja. Paralelisht me këtë, unë kam drejtuar që në fillim brenda lëvizjes grupin e punës për votën, që është konsideruar si grupi, po themi në fillim më i rëndësishëm, sepse dhe kauza kryesore e lëvizjes ka qenë ajo e votës. Këto janë pak a shumë pozicionet kryesore, pastaj normalisht duke pasur edhe pak profil politik, edhe në pozicionin sekretarit përgjithshëm dhe bashkëthemeluesit, domethënë jam munduar gjithmonë që të operoj pak në background për sa i përket rrjedhëzimit të lëvizjes, faktorizimit saj në nivel politik, me faktorë të ndryshëm brenda apo jashtë Shqipërisë. Domethënë këto janë roli kryesor, ndërkohë që jemi munduar gjithmonë ti tashmë je antar i lëvizjes, lëvizja ka grupet e punës edhe për publikun që na ndjek, ka grupe të ndryshme pune, ku antarët aktiv kontribuojnë grupin e energjisë, ambientit, grupin e ligjit, grupin e komunikimit, çështje publike, arsimit, shëndetësisë, grupin e votës, ka grupe që janë, si më thënë, pak a shumë konsiderohen si të përhershme, siç janë grupi organizativ ose organizimi dhe grupi i komunikimit.
edhe grupe të përkohshme që lidhin në bazë të nevojave të caktuara, grupi për shembull i ndërtimit, që një pjesë e madhe e njerëzve që kanë mbaruar inxhinieri ndërtimi, si do lidhin, shikojnë interes të bashkët dhe dëshirojnë të adresojnë tema të caktuara në Shqipëri. Kështu që grupet e punës, dhe unë nuk është se si sekretar i përgjithshëm kam ndikim në çfarë diskutohet, bisedohet në grupet e punës. Thjesht mund të jap drejtime strategjike kur bëhet fjalë për nivel politik, nëse për shembull dikush do të dëshiron nëpërmjet grupeve të punës të adresojë tema politike apo dhe komunikime që pastaj mund të jenë pak, si më thënë, hyn ato që quhen ligjërimi publik ose politik, aty për shembull mund të kemi edhe ndikimi që bashkë me antarët e kryesisë i hedhin të një sy me shkrimi apo marrin vendime pastaj në kryesi. Unë kam vëre, ishte një nga premtimet e mbajtura të Florit, kur më tha hajde Blonda se duhesh. Se di pse duhem unë, pikërisht unë, po gjithsesi ai pa diçka, e tha hajde, tha se jemi të gjithë aty, gjithë secili ka gjërat e veta dhe edhe gjithë secili ekziston në mënyrë paralele pa i zënë gishtat njëri tjetrit. Edhe ndryshe nga çdo pritshmëri, dhe këtë e them më hapur edhe nuk më vjen keq fare, sepse un kam qenë, le të themi, përafërsisht një 7-10 organizata të ndryshme, edhe të gjitha janë e njëjta gjë. Edi Rama. Është gjithmonë dikush që do të mbajë çdo lloj gjëje. E kupton që merr 10 kukulla rreth vetes, domethënë, edhe i do aty thjesht për të thënë që shif se un kam këta, edhe çdo vendim do ta marr i vet. Ke parasysh? Dhe normalisht unë kam hequr. Me kalimin e kohës të gjitha jam larguar nga të gjitha. Po kësaj radhe bëri shumë çuditshëm, unë kam vënë edhe për tematika të ndryshme, si për ambientalizmin apo tjetrën, domethënë, aty janë persona që thjesht vazhdojnë bëjnë atë që dinë të bëjnë më mirë, as nuk mërziten, as nuk janë agresiv, as nuk zihen me njëri tjetrin. Kjo është shumë e rrallë për shqiptarë, o bledar. Nuk është arritje. Ka pasur dhe lëvizja fazat e veta, domethënë prandaj përmenda kulturën, sepse çdo lëvizje ka një lloj, pak në lëvizja jonë ka përjetuar dhe një lloj maturimi në vetvete. Por që gjykoj që të paktën në eksperiencën time, jo për qenë modest, por në lëvizje gjithmonë kemi munduar që të fusim një lloj fryme bashkëpunimi konstruktive dhe të shmangim gjithmonë këtë. Prandaj dhe jemi munduar, për shembull, lëvizja mund të ketë promovuar diku mbi 60 persona publik, domethënë që të dalin në media, në intervista, madje kur na vin intervista, ftesa për intervista, vazhdimisht pyesin, për shembull, unë kam pasur dhe intervista, për shembull, se kanë njihet edhe mediat në Shqipëri, jo të gjitha, për shembull, si thon formatet e medias ose si thon kuftohesh, janë serioze, për shembull, ftojnë edhe për interviste që s'kan lidhje fare me profesionin tim ose profilin tim politik, për shembull, apo japësh një koment për kutatiun, çlimin në Gjermani, për shembull, që nuk janë tema politike, unë them vjen keq, por nuk jam ekspert i fushës. Kështu që në këto kontekst, për shembull, gjithmonë jemi munduar dhe për lëvizjen të ftojmë ose të promovojmë njerëz që madje në fillimet tona ka pasur shumë ftesa në media, po të paktën njerëz që kishin dëshirë të dilnin në publik, kishin dhe një lloj ndrojtje, kryesisht edhe gjinia femërore, lidhet pak edhe me ato sindromën xhamati thon sindrom Shlavanda sindrom, më thonë, ose ka një term shkencor, një pjesë e madhe e femrave të suksesshme i ndruhen prapë, domethënë, si thon, dalur në publik sepse kanë atë gjithmonë frikën e paragjykimit, domethënë, ndërkohë që vetvete pastaj kur kanë dalë kanë qenë shumë sukses në ligjërimin e tyre. Edhe kam këtu në mendje shumë njerëz, domethënë, që na ka shoqëruar, por që siç e përmendë, lëvizja në vetvete ka përjetuar një lloj maturimi dhe ka pasur dhe fazat e saj. Ka pasur njerëz që janë bashkuar, kanë pasur pritshmëri nga lëvizja, ndoshta edhe pritshmëri si shteti, për shembull, të jemi më agresiv, të jemi më të drejtë për drejtë, për shembull, për tema të caktuara, për shembull, kur ndodhej përplasje e madhe brenda opozitës në tetor të 2021-shit, mbaj mend, domethënë që pati përplasjen godinë e Partisë Demokratike dhe u nda kampi Basha, Berisha. Normalisht një pjesë e madhe e lëvizjes kanë qenë, domethënë, ose janë me bindje djathta, po jo gjithmonë, për shembull, ne kemi mbështetur një kap politik, për shembull, si një individ. Edhe ka pasur nga ato që kanë thënë, domethënë kanë ardhur me se reagon lëvizja për këtë kap, domethënë, unë largohem. Kemi thënë, ok, na vjen keq, domethënë, por lëvizja, domethënë, ka një natyrë konstruktive, ne mund reagojmë në atë mënyrë që i bëjmë thirrje njerëzve që të, si thon, mos ndahen, por të kontribuojnë, të bashkohen për të pjesën opozitës, por jo me pas ka politike, dhe në këtë kontekst
kemi pasur ulje dhe Mirë, se ajo është pa pjekuri, po se shiko. Po ta them që për shembull ka shumë njerëz që vinë me shumë pritshmëri, ka pas njerëz që pritshmëri për shembull presin terren, hajde të bëjmë këtë, domethënë ndërkohë që kur i thua, ok, të lutem draftoje diçka, që ne mbi këtë draftim të ndërtojmë diçka, të ndërtojmë ose merre ti përsipër si projekt, aty pastaj si është shprehja Geci Kakaleti. Edhe kështu që besoj edhe për shumë njerëz që na kanë bashkëngjitur ka qenë një lloj dhe është një lloj eksperiencë pozitive. Ndërkohë që lëvizja në vetvete, jo vetëm po themi që kemi kontribuar që kuaj pozitivisht në publike në Shqipëri, po ne kemi krijuar një lloj familje, domethënë unë kam njoh njerëz që tashmë i konsideroj miq, i njoh familjarisht, domethënë kështu që është një lloj kulture e mirë, pavarësisht faktit që ndoshta nuk jam takuar kurrë, domethënë në mënyrë fizike me ta, siç nuk jam takuar ende me ty. Kështu që domethënë kjo është edhe vlera e shtuar besoj e kësaj lëvizje. Jetojmë në realitetin ku pavarësisht ashtu që s'donim ne ose juve, se në atë kohë unë nuk isha akoma pjesë, isha pjesë e diçkaje tjetër, e një fushate digjitale. Pavarësisht pritshmërive tona, vota e mërgjimtarve, nga mërgata o miratua. Pyetja lind domethënë, juve, mos e mua që më kanë thënë, sepse unë kur kam bërë debat në fundit nuk e di nëse të ka rënë rasti ta dëgjosh me Ariel Apostolin që kishte, le të themi, disa argumente, t'i japim Cezarit çaj që takon shumë Cezari, shumë të qëndrueshme, domethënë që ishim në vlerë për të diskutuar dhe për të vrarë mendjen. Edhe gjithmonë kam thënë që okay, unë kam më mirë domethënë të merrem me patronazhistët këtu se sa t'ia lënë në dorë një rrethit ngushtë atje që stimulojnë zgjedhje, se unë kështu e quaj, nuk është zgjedhje, është thjesht stimulim. Çfarë ndodh tani? Po tani me vend legjitime. Po tani. Në fakt neve pavarësisht se ajo kornizë ligjore u miratua në kuvend, ne patëm një lloj gëzimi, domethënë gjysmak ose një lloj reagimi, domethënë një pjesë e madhe e njerëzve madje që janë publike, se me një bërës një për Shqipërinë thonin lutem reagoni se po i marrin kaullën të tjerë. Ndërkohë që ne nuk e shikonim këtë prizëm, po shikonim që shikon mos po gjallin pritshmëri që pastaj mund t'i zhgënjejmë më shumë për faktin që ndoshta këto po ja kalojmë KQZ-s dhe nuk realizohet. Unë ne kemi, për shembull, unë personalisht e kam ndjek këtë temë që në tetor të 2020-s pra tyrezës teknike, domethënë ose grupit teknik në KQZ, si profesues i lëvizjes dhe mbaj mend asaj kohe, domethënë që Këshilli Politik në qershor 2020-s ja kaloi KQZ-s dhe thanë do bëhet dhe aty u kriju një tyrezë teknike, një profesim goxha dinjitos nga diaspora, por poshtë ne kishim me disa element nga KKD-ja, nga Germin, kontribuam në mënyrë proaktive dhe si përfundim pastaj një draft i parë nuk kaloi as në rregullatore, as nuk pati asnjë mendim në konsultime. As nuk ishte një situatë tjetër politike, por që kam për shembull që hapi tjetër ose shqetësimi tjetër nga ana jonë është gjithmonë nëse KQZ-ja do të arrijë brenda këtij afati kohor deri afërsisht në nëntor të përmbushi, si më thon, 2 draftet ose aktet në ligjore që adresojnë regjistrimin të votuesit, edhe mënyrën e votimit dhe numërimit. Shqetësime pastaj ka pafund, shqetësime nga ana teknike, nga mënyra, nga për lidhje me integritetin e sigurinë e votës, por që janë shqetësime që ne i kemi adresuar, për shembull, dhe ne i njohim shumë mirë sepse në draftin që depozituam në parlament, në draftin tonë, domethënë ishte draft që ne kishim një nga ekspertët më të mirë ligjor, Klodian Radon, i cili ka gati 15 vite eksperiencë, domethënë si konstitucionalist, domethënë një nga, po themi, ato kontribuesit e reformës së rëndësishme dhe e njeh shumë mirë dhe sistemin atje dhe ne depozituam një draft që dhe vetë faktori politik u surprizua, domethënë sepse ishte goxha draft holistik, goxha i përmbajtur dhe adresonte të gjitha këto problematika. Politika, siç e përmendëm më parë, një pjesë e madhe dhe aktorët politik, po dhe individëve politik dëshironin të merrin kapital nga kjo kaos dhe erdhën dhe me propozimet minutës fundit, por si përfundim kemi lobuar deri në minutë fundit që disa elemente, domethënë për shembull në draftin para draftit miratimit, ka pasur për shembull kushtozime që drejta e votës i jepet vetëm atyre që janë me shërbim ushtarak ose janë me studime, domethënë disa kushtozime pa lidhje. Ndërkohë që ne thonim se domethënë të drejtë vote jashtë Shqipërisë ka çdo person shqiptar
që ka të drejtë votojë edhe brenda Shqipërisë, domethënë mjafton që identifikohet, domethënë identiteti i tij. Dhe kjo miratua, kështu që tash për edhe për publikun në aktin e parë normativ pritet të adresohet regjistrimi, do të thënë unë si votues shpreh vullnetin tim pra një platforme që KQZ-ja ndërton, që dëshirojnë të votojnë, ngjashëm si në Kosovë, dhe pastaj ekzistojnë dy mundësi të paktën ende në teori, sepse nuk kemi domethënë zgjidhje konkrete, nuk është prezantuar ende për publikun. Mundësia e parë është që unë të printoj domethënë fletën e votimit dhe ta nis me post ose edhe në mënyrë elektronike. Mënyra e dytë është për shkak që shpreh vullnetin dhe, si më thon KQZ-ja, më dërgon dokumentacionin postar dhe e nis pastaj me një operator ndërkombëtar postar. Operatori ndërkombëtar ka qenë edhe kjo ide që ne kemi lobuar ose promovuar në mënyrë që të kemi një lloj pavarësie nga posta shqiptare, e cila dihet që është e politizuar dhe sistemi, më thonë, se tre nepotizmi. Dhe pastaj pjesa tjetër ose shqetësimi tjetër është numërimi. Ne kur ishim tani në Shqipëri para 3-4 ditësh, patëm fatin, influenza, të takojmë dhe njerëz që i përkasin sistemit patronazhizëm, na treguan domethënë në detaje dhe për mënyrat se si tjetërsohet vota atje. Kështu që edhe këto shqetësime të paktën ose domethënë gjëra që për ne ishin pak të panjohura, besoj që edhe këto ne do t'i adresojmë në mënyrë eficiente, në mënyrë që mos të ekzistojnë hapësira. Pastaj përgjegjësia patjetër që i mbetet në fund KQZ-s, domethënë ne kontribuojmë në atë mënyrë sa kemi mundësi dhe gjithmonë duke synuar që të kemi dhe mundësisht edhe vëzhgues në terren në momentin që do kemi numërues. Ka ndonjë, le të themi, fushat ose hap më konkret në një lloj projekt, mini projekt, aktivizëm që duhet të bëhet deri në zgjedhjet e ardhshme? Patjetër, në momentin që kemi miratimin final, po themi të kornizës ligjore, atë lëvizja planifikon një lloj turi gjithë, po themi, në shtetet kryesore, ku ka edhe antar, po ku ka edhe diasporë, në Gjermani, në Itali, në Greqi, një tur që kemi bërë dhe përpara, në Amerikë, në Kanada, qoftë edhe për të treguar pak kontributin lëvizjes, por nga ana tjetër edhe për të sensibilizuar të marrin pjesë në votime. Nga ana tjetër, si që ndjeni, domethënë në tetor ne kemi brenda lëvizjes dhe një asamble të përgjithshme, aty pritet që domethënë antarësisë të prezantojnë disa skenar edhe për të ardhmen në lëvizjes, nëse ne dëshirojmë për shembull të veprojmë ende si organizatë si civike, e cila besoj që do të ekzistojnë në vijim apo si forcë politike apo dëshirojmë të kontribuojmë individuale në forca kryesore në Shqipëri. Dhe pastaj më tej besoj që në kuadër fushatave do të jetë dhe mënyra që të sensibilizojmë diasporën se si të regjistrohet, se si domethënë ajo të zhvillohej ose të kryej në mënyrë më optimale ato hapa që janë teknik. Gjashëm ka bërë për shumë sensibilizim dhe organizata Gamin apo dhe organizata tjera në diasporë, në kam një mik për shumë nga Kosova, në Hamburg, Muhamet Idrizi, i cili edhe ai është domethënë institucion vetvete për sa i përket angazhimit vullnetar dhe edhe ai si individ mbaj mend zgjedhjet e fundit parlamentare në Kosovë, bënte vazhdimisht video domethënë edhe thirrje tek diaspora që të merrnin pjesë, tregonte të gjithë hallkat problematikat se si mund të regjistrohen, se si ti vi kodi atë sistemi Kosovës si kishte me kod, domethënë që vite në telefon dhe duhet ta merrte dikush nga KQZ-ja individin në telefon që ta konfirmonte që filani është për shembull Bleoni. Edhe prapë besoj që atje pati goxha ndikim domethënë vota e diasporës, sepse domethënë një ndryshim minimal që arriti pastaj ose po e fituan në vetëvendosjes. Kështu që shpresa jonë që nëse realizohet kjo pastaj do të jetë tash në anë të informimit të synojmë sa më shumë pjesëmarrje. Për sa i përket anës më tjetër politike, nga domethënë shtabi organizues apo nga le të themi shtabi drejtues i lëvizjes, ka dëshirë ose shtyrje për të zgjeruar ose për të përforcuar në drejtime të tjera paralele? Shiko, lëvizja gjithmonë, duke qenë se ka nxitur në vetvete interese edhe në faktorin politik, Shqipërinë gjithmonë ka pasur gjithmonë oferta dhe kjo nuk është diçka që është për të fshehur, domethënë ne jemi shumë të hapur dhe transparent, ose tentativa nga faktori politik që të tjetërsojë individ apo të përfitojë nga kauza jonë.
Ne, duke qenë se pjesa më e madhe jonë janë të realizuar në mënyrë profesionale, nuk është se kemi pasur synimet vete gjithmonë, hajtë si është shpërnja të kapim çat kapim, ose hajtë se po kthehemi në Shqipëri, domethënë edhe po përfitojmë një pozicion politik. Madje kemi pasur oferta konkrete për shembull në zgjedhjet e fundit parlamentare në Shqipëri dhe nuk i pranuam. Edhe për faktin që nuk kemi pranuar deri sot e kësaj dite asnjë donacion privat apo si thon nga institucione, domethënë donatorë të ndryshëm, apo dhe si thash faktor politik, thjesht për të krijuar këtë kulturën dhe frymën që përmenda më parë. Edhe për faktin që se gjykoj domethënë që angazhimi vullnetar prapë është një lloj përgjegjësie edhe ndaj jemi që secili bart, qoftë familjar, qoftë ndaj shoqërisë, qoftë ndaj njerëzve, qoftë ndaj njerëzve që të ndjekin domethënë. Kështu që në momentin që si thon heq dorë nga një kaos, apo si më thënë, e trafton një kaos, më thënë patjetër që mund të kesh një lloj përfitimi personal, por që vetvete pastaj o tradhti do të mbetet pak edhe si njohur vetvete ndaj gjithë atij angazhimit dhe të legjitimon të gjithë angazhimin e mëparshëm. Kështu që në këtë kontekst gjithmonë këto kanë qenë arsyet kryesore. Patjetër që ka dëshirë nga individ dhe kjo është legjitime, domethënë që të kontribuojnë edhe më shumë, të jenë qoftë në terren, domethënë angazhimi në terren është gjithmonë më pozitiv, më i mirë se sa për shembull duke mos qenë prezant fizikisht, por që kur është angazhim individual, gjithmonë lind pyetja sa ndikim mund të kesh në skenën politike, në sferën politike, por është angazhim që, si më thënë, është angazhim i një organizate, e cila ndoshta shndrohet një parti politike dhe ka pritshmëri edhe në këtë drejtim, edhe nga opinioni publik atje, ndoshta mund të arrijë një lloj fryme ndryshe. Kur them fryme ndryshe, them edhe në ligjerim publik, por edhe në ofertë politike dhe në narrativ, që njerëzit kenë një lloj shprehse, por një shprehje edhe e lidhur me gjëra konkrete. Gjëra konkrete them me gjëra të prekshme, jo thjesht në teori, për shembull do bëjmë këtë, do bëjmë atë, por edhe gjëra që mund të jenë të vogla, por që janë të prekshme për njerëzit. Por që tash është hap që për neve në vetvete është hap goxha, si më thënë, duket si një mal i madh, sepse një pjesë e madhe e jona janë të realizuar në mënyrë profesionale dhe ka një burim financiar që vjen vetëm nga puna që ne kryejmë, si më thonë, dhe fitojmë bukën e gojës të fëmijëve. Kështu që vetë familjes, në momentin që dikush do vendosi, dhe kjo është shumë publike, në momentin që dikush do vendosi të hedhë hapin e angazhimit vullnetar, do të jetë besoj goxha sprovë individuale që si fillim domethënë të ketë sigurim financiare për të angazhuar në mënyrë plot pastaj për lëvizje në terren. Dhe besoj që kjo është sfida kryesore, por pospasaj sfidës politike që terreni shqiptar politik është goxha i egër. Domethënë unë kjo si do të bashkëbindimi ynë sot përkon me vdekjen e Bjerit, domethënë Gert Bogdani, edhe po ndigja disa nga si do nga deklaratat e tij, edhe më bëri përshtypje fakti që një individ i tillë, sado i aftë, sado domethënë i suksesshëm, ishte prapë në hije. Pjesa më e madhe ndoshta e publikut ndoshta kishte harruar. Edhe pse të tillë individ për shembull mbeten hije, ndërkohë që në deklaratë të tilla e përmend një pjesë madhe e njerëzve aktiv në politikë janë sharlatan, janë njerëz që domethënë si thon intrigant, njerëz që ndoshta janë aty për shkak edhe të, si thon, qenurit intrigant ose qenurit domethënë synojnë thjesht apo pa pasur domethënë ide për të kontribuar në mënyrë aktive. Kështu që thash, angazhimi politik në Shqipëri nuk është thjesht don goxha guxim, edhe është goxha skene e ashpër. Është si më thon po zbret në atë shishin e toreador vetëm më thënë dhe do përballesh pastaj me demonët. Ashtu është fatkeqësia. Si fillim ngushëllimet shkojnë me familjarët e zotit Bogdani, u pref të paqe, më shumë më hamendja nuk është se çfarë themi në këtë moment. Un kam një pyetje pak më praktike, më të thjeshtë, por edhe vështirë në njëjtën kohë. Në qoftë se ne marrim të mirëqen që lëvizja angazhohet full time politikisht, duke marrë pjesë në zgjedhje, duke zgjedhur një prej antarëve apo pak rëndësi ka se kush është, si do dukej një projektim domethënë në të ardhmen, si do dukej përditshmëria e një deputeti të zgjedhur nga diaspora që duhet të jetë në parlament në Shqipëri.
Besoj që, do thënë, ajo kryesorja është gjithmonë të mos shkëputur të lidhjes me terrenin, domethënë. E kam studuar shumë mirë, po themi spektrin politik shqiptar dhe atë që quhet political bubble ose si thon fluska politike në Shqipëri. Edhe kjo është një karakteristikë interesante që gjithë deputetët e Parlamentit shqiptar jetojnë në Tiranë. Ato mund të vinë nga Kuksi, mund të vinë nga Dibra, mund të vinë nga ndoshta shkojnë në zonat e tyre vetëm një muaj para zgjedhjeve ose sporadikisht. Unë kur kam punuar në Parlamentin Evropian, si thon deputetja për cilën punoja, apo dhe më pas individ të tjerë deputetët të cilët u minija dhe i shikoja kalendarat e tyre, e kishin kështu, do të thënë fillonte, po themi vinte prezenca e tyre në fund të ditës së hënë, vinin kryesisht drejt Brukselit dhe pastaj aktiviteti politik në Bruksel ishte martë, mërkurë e enjte. Pastaj në fund të ditës së enjte, diku nga mesdita, riktheheshin të gjithë në atyre që quhet constituency apo në zonën zgjedhore nga ata të cilët vinin. Pse? Sepse kishin angazhime politike aty. Dita e premte, për shembull, të paktën për një eurodeputetë që unë e njoh personalisht, për shembull, edhe kam punuar zyrën e saj, e premtja ishte vetëm pritje për sjellje me zonën, si thon, banorët e zonës që ajo kishte. Pastaj fundjava normalisht duke qenë, si thon, aktor politik, nuk është se ka gjithmonë vetëm kohë për familjen, por fundjava ishte në vende të ndryshme, me biznesi, me profesorë të grupe interesi ndryshme në zonë dhe ajo vinte. Dhe kjo zgjaste deri të hënë, deri në fillimin e javës, dhe më pastaj rikthehej po njëjta rutinë. Dhe pse përmenda këtë? Do thonë, gjykoj që të bërit politik, unë e kam përmendur jo më larg se pa disa ditësh në një emision, në Shqipëri ka një konotacion goxha negativ, domethënë, edhe duke si përlyer, ndërkohë që në vetvete, po të rikthehemi origjinës të marrë, merresh me politikë, po merresh me diçka që është publike, është diçka fisnike. Ti ke shansin që të ndryshosh jetën e njerëzve për mirë. Por kjo gjithmonë të ndryshosh jetën e njerëzve për mirë do thosh që të jetosh, domethënë, për ditëshmërinë e tyre. Prandaj edhe përmendja të mos shkëputurit e kontakteve me terrenin. Pjesa më e madhe edhe këtu nuk përfshi vetëm, si thon, deputetët. Fatkeqësisht edhe shoqëria civile në Shqipëri, kryesisht gati 89% organizatave që merren me politikë, me kauza politike, jetojnë gjithë në Tiranë. Dhe nuk kemi neve grupe interesi që operojnë për shembull nga qytetet respektive, për shembull, si ku ta diun, Unioni i bujqve ose Unioni i blegtorëve, Unioni ku ta diun njerëzve që të ketin nga një zonë për shembull që njihet të zemë për bujqësinë ose për blegtorinë ose për biznesin fason të gjitha me radhë. Të gjitha ekzistojnë vetëm në Tiranë dhe është një lloj fluske, një lloj bubble që unë e quaj kështu si self-service shop, domethënë është një flusk që ekziston për vetë shërbim. Po të shkosh në vende publike, veten në këmbë, mban veten në pushtet, domethënë. Po të shkosh në evente publike në Tiranë, për shembull janë po të njëjtat figura, po të njëjtat fytyra. Do të organizohet një takim, mund mbaj mend një takim që kemi bërë me OSB-n dhe KQZ-n për 2 vite me radhë, në 2021 dhe më pas në 2023. Po të njëjtat persona, nga shoqëria civile, në vitin e kaluar isha prezantova një punim politik publik, domethënë një studim politik lidhje me votën e diasporës, rolin e diasporës në integrimin e BE-s. Po aty po të njëjtat persona, domethënë për të mirën dhe të keqen e shoqërisë, për të mirën e shoqërisë ndoshta vetëm ato janë dhe të tjerë nuk dalin sken. Ka ana tjetër për të keqen sepse është një lloj, si thon, s'po themi monopolizimi, sepse nuk është se ka 1, 2, 3 individ, ka disa, po janë po të njëjtat fytyra. Të cilët fatkeqësisht kjo e dyta është më shumë se kemi shumë çakej, e kupton? Po. Kështu që në këtë kontekst besoj që politika nis me rikthimin e politikës në mënyrë lokale, duke munduar të zgjidhësh nivelin problemet e njerëzve të cilët i përfaqëson, edhe të mos humbësh kontaktin me këta. Unë për shembull nuk e di, unë vi nga Durrësi, jam pranë Tiranës, po unë nuk e konceptoj dikë që të jetoj pjesë më të madhe të kohës në Tiranë, ndërkohë që domethënë seancat plenare nuk është se janë të zhvillohen për ditë, mos ta njohë zonën e tij dhe pastaj të shpreh njerëzit po vinë vetëm ose po shtrohet rruga vetëm një muaj para zgjedhjeve ose po vinë për na takojnë vetëm kur do vinë votë. Domethënë diçka për mua e pa imagjinueshme domethënë. Kishin se jam marrë në politikë këtu. Ledar, me që ne ose ti e përmendë, domethënë që jemi goxha transparent në lëvizje
Mund të ndash disa nga sfidat dhe probleme të brendshme, jo të jashtme, jo të lidhura me tematikat dhe çfarë do të arri, por çfarë janë vështirësitë brenda lëvizjes dhe sfidat edhe ku do donim të arrinim për një farë kohë. Sfidat si ime personale, jemi siç e përmenda, jemi tashmë domethënë për gjatë kohës se ekziston lëvizja, unë jam bërë 2 herë prind. Flori si bashkë me lues, ai është bërë domethënë me djalë, kishte një djalë, u bë me djalin e dytë. Edhe njoh shumë njerëz qoftë në kryesi, qoftë në antarësi që janë bërë prindër, domethënë, kështu që koha e tyre normalisht është e limituar. Kështu që sfida kryesore me vetë e një lëvizje si fillim është gjithmonë angazhimi vullnetar, si e thon priorizimi i pak kohë domethënë të secilit ose secilës në funksion të lëvizjes. Kjo është sfida kryesore. Sfida tjetër, patjetër që është kjo një farë mënyre what's next, domethënë, ne kemi kontribuar për një kaos kryesore, por jo vetëm. Do shikojmë të perceptojmë se kemi kontribuar vetëm për kaosin e botës, se kemi kontribuar për shumë kaosa të tjera, ose kemi mbështetur kaosa të drejta në Shqipëri. Kështu që në vetvete pyetja që e cila lidhet edhe me pritshmëritë të shumë njerëzve në Shqipëri është pikërisht se kush është hapi tjetër që ne do të hedhim apo do ekzistojmë si organizat, qoftë edhe brenda lëvizjes ka njerëz që dëshirojnë thjesht që lëvizja të ekzistojë si lëvizje, si faktor i diasporës që artikulohet politikisht, por nuk shprehet domethënë ose nuk merr pozicion politik në Shqipëri. Nga ana tjetër ka disa që dëshirojnë për shembull që lëvizja të jetë faktor dhe një farë mënyrë të hedhë hapin e radhës pas suksesit të arritur. Sfida tjetër, po themi sfida që nuk është vetëm e ardhmes, por besoj sfida të organizate jo fitimprurëse, vullnetare, është patjetër elementi financiar. Do thënë lëvizja ekziston aktualisht vetëm në bazë të kuotave të antarësisë. Ne edhe në asamblenë e parë që kemi zhvilluar, kemi miratuar një listë kuotash, ku secili antar në bazë të shtetit ku ndodhet, paguan një kuotë vjetore, me thënë dhe këto janë po themi burimi financiar i lëvizjes, që normalisht e limitojnë dhe hapësirën e angazhimit të saj, nëse ne do donim për shembull të bënim fushata edhe me më shumë impakt, normalisht si thon resurset financiare janë të limituara, për shembull jo më larg se sot un kam telefonuar me drejtuesit politik të një duhet ta njohësh ose ke dëgjuar ndoshta në Gjermani Sivej. Në Gjermani ka 2 si thon kompani të mëdha që merren me anketime politike, është një Forsa dhe Sivej. Pikërisht për të zhvilluar ndoshta një anketim të gjerë, domethënë se si do të votonte diaspora nesër, jo vetëm në Gjermani, por në shtetet kryesore ku janë ndodhet, për shembull në Shqipëri, në Greqi, në Itali apo në disa shtete tjera anëtare, që gjalli goxha interes për shembull te kompania, por ato surprizuan kur i thash që dikush një individ në Shqipëri ka bërë një anketim, domethënë nëpërmjet numrit të telefonit që si di nga i ka marrë në rrjetet sociale, diku me një databazë 1800 veta. Dhe ai më tha mua që anketimet tona fillojnë nga 1 milion veta e sipër për Gjermaninë, domethënë një panel domethënë i gjerë, në mënyrë që dhe të dhënat të jenë të besueshme. Që sfida e tyre ishte për shembull kjo, që të ketë një databazë sa më të gjerë dhe nga ana tjetër si thash, domethënë që të zhvillosh një diçka të tillë që do të shërbente ndoshta edhe si referencë për aktorët politikë në Shqipëri, edhe për ne si lëvizje që të dimë për shembull si voton diaspora, kush është sjellja politike e diasporës, ku anon ajo, cilat janë pritshmëritë e saj. Të gjitha këto pastaj lidhen gjithmonë me resurset financiare. Edhe për posë resurset financiare, një sfidë besoj e një lëvizje të tillë është patjetër dhe si thon konkretizimi i kahut ideologjik. Ne sot e kësaj dite për shembull nuk është se kemi pasur një lëvizje pavarësisht se kryesisht kemi lindur dhe për shkak të historikut që përmendëm si lëvizje për shembull opozitare vetvete ose si lëvizje e cila kritikoi shemin e teatrit edhe me radhë, nuk është se kemi pasur pranë nesh njerëz që kanë bindje të majta, njerëz që kanë bindje të ndryshme politike, liberale me radhë, kështu që në këtë kontekst sfida tjetër do të ishte edhe si thon konkretizimi një kahu ideologjik. Si thash, pjesa më e madhe e ndoshta ke djathtë e qendrës, po jo me kush, kupton, për shembull dikush mund të dëshirojë për shembull të ketë elemente politikave sociale, dikush tjetër elemente politikave gjelbërta. E gjitha me radhë, kështu që edhe kjo është vetvete një lloj sfide që ka të bëjë me kulturën organizative të një lëvizje, kështu që
Po, shiko, mes nesh të dyve dhe gjithë internetit, mendoj se ky është hapi I radhës përpara se të mendohet për një përfaqësim në politikë apo jo. Më fal. Unë jam I bindur që e vetmja, nëse sa do I mirë të jetë bledarja apo bleoni, nuk I intereson njeriu fare. E vetmja mënyrë për të ndryshuar diçka rrënjësisht, edhe nëse ke vetëm një deputet, edhe nëse asnjëherë nuk do arrish të ndryshosh asnjë ligj, vetmja gjë që do kesh sukses të garantuar është në momenti që ndryshe nga çdo opsion dhe ofertë tjetër politike që ekziston në Shqipëri, ti arrin të formulosh, të argumentosh e të mbrosh në të ardhmen tënde një ideologji politike pa pasur asnjë lloj rëndësie se cila është kjo. Ne kemi një mungesë, një le të themi thatësirë ideologjie në Shqipëri. E kupton? Ne kemi partinë më të madhe të majt që nuk e di pse quhet e majt. Ne kemi partinë që vetë quhet e djathtë, po asnjë gjë nuk ka të djathtë rreth saj. Edhe ne jetojmë në kështu në një distopi, është një si tip xhungle, e kupton, po as xhungul se xhunglës I marrim të keqen. Se xhungla ka rregullat e veta, e kupton? Gjarpri Azogu, dikush e ha gjarprin, ata tjetrin e ha tigri, e ke parasysh ka një zinxhir ku ndodh diçka, ne as këtë nuk e kemi. Ne jemi sot je, nesër sje, edhe me që është kështu, atëherë dalim prapë atje që e përmendëm çfarë kap çfarë të kapësh. Mendoj se do ishte edhe këtë e them drejtuar dhe shumë organizatave të reja të tjera, kupton. Me një nga karakteret që mua duket karizmatik, domethënë që mund të ketë një të ardhmë si politikan I mirë, pavarësisht se sa efektiv do jetë, që siç është Adriatik Lapaj për shembull. Unë jam jashtëzakonisht shumë kritik sepse unë nuk shoh bërthame ideologjike, që është fatkeqësi, e kupton? Është një fatkeqësi një person që ka ato të tjere pak populiste, tjere, po hajtë të themi ku ka politikan që nuk ka nota populiste, është fatkeqësi. Është fatkeqësi që të tregosh me gisht ata që janë të këqinjtë dhe prapë mos të kesh një farë lloj konsolidimi se cilat janë gjërat që ti nuk do heqësh dorë asnjëherë. Se është një sindrom kjo, një kancer shoqëror edhe politik, domethënë që këta nuk e lënë veten, domethënë nuk e gozhdojnë veten. Ti lasin se një fes naglin, domethënë, e ke se s'po më vjen në shqip. Edhe nuk duan që të thonë që orella, për mua duhet të jenë gjithë ateista, po një shembull idiot, pak rëndësi ka. Nuk e bëjnë këtë gjë sepse duan, e kanë akoma në brendësinë e tyre atë kaçë të kapësh. Ju do të marrin çdo gjë nga çdo anë e mundshme, domethënë dhe pa djegur asnjë opsion. Që nga jeta, ka thënë filozof që më përpara, para se fryma jon të ishte idejuar, në qoftë se merresh me të gjitha, dalësh pa gjë në fund. Patjetër. Prandaj përmenda në fillim të bashkëbisedimit ton atë elementin e kulturës politike të një organizate ose kulturës organizative. Edhe çfarë janë partitë politike? Partitë politike janë NGO, domethënë që përfaqësohen politikisht, domethënë ato janë themeluar domethënë në gjykatë, regjistruesi shoqata, domethënë pavarësisht se kanë statusin politik. Madje në dallim ndoshta nga partitë politike ne kemi pasur edhe një rregullore dhe një statut. Partia Demokratike I ka këto probleme që I ka sot sepse I mungon një rregullore e brendshme në 30 vite aktivitet. Edhe ta kam që se ti përmend Adriatik Lapaj, domethënë por kjo vlen edhe për shumë individë të tjerë. Prandaj edhe përmendem në referim që ne I shmangemi edhe në dalje publike I shmangemi gjithmonë unit personit, për shembull, mos flasim gjithmonë unë, por flasim ne, sepse kjo lëvizje nuk do të ekzistonte pa kontributin e antarëve, dhe kjo vlen për gjithë antarët, edhe për ata që na janë larguar, kanë pasur kontributin e tyre në zhvillimin dhe ngritjen e kësaj lëvizje. Kështu që në këto kontekst, kur përmenda se çfarë bëj unë, ka raste për shembull që mund të kem prioritete të tjera për një javë, 2 javë dhe mundet edhe për shumë për arsye kohore të mos bëj asgjë, ndërkohë që në këtu jemi komplementarë me njëri tjetrin atë. Zëvendësues dikush tjetër merr përgjegjësi apo si thon detyra nga fëmia. Patjetër që kjo në një situatë politike ose të vitin terren atje përgjegjësitë nuk mund t'i delegosh gjithmonë.
por që me vetvete është mirë që njeriu të njohë edhe kapacitetet e tij. Unë jo më kote përmenda sot të ndirin Gert Bogdani. Unë jam në atë moshë, më thënë 3 vite dalloj me Gert Bogdani nga mosha e tij dhe më ka dhënë tradit goxha dhe më thënë për faktin se ai ka qenë sportist. Po që unë aktualisht për shembull bëj asnjë sport. Them e vete edhe kjo është më thënë më shumë se si do njerëzore, them okay, apo ja vlen kjo, do të angazhimi apo kontribuojnë në diçka më të mirë që më të thonë se edhe fëmia ime të jetë krenar që baba im kontribuojnë në diçka. Kjo besoj që më ka shoqëruar vazhdimisht edhe për faktin më shumë se baba im ka qenë dikur i angazhuar politikisht, domethënë, por gjithmonë lidhet me atë që sa unë po kontribuoj për diçka që nesër pas nesër dhe fëmia ime të jetë krenar, edhe përmirësoj diçka në vetvete dhe në terren shqiptar, patjetër pa sakrifikuar atë që si thonë është kryesore, që është familja. Për mua personalisht domethënë prioriteti kryesor bëhet gjithmonë familja. Dhe kjo është në funksion besoj të shoqërisë po dhe familjes, që në momentin që dikush i harron prioritetin, pastaj edhe si më thënë bëhet i miri i botës, po i keq i portës. Pastaj nuk ka aty dhe as vlerë shtuar, kështu që vetvete domethënë çdo gjë duhet shkojnë në një lloj balance. Patjetër që ka momente ku secili do të sakrifikohet, se ne kemi sakrifikuar nga koha jon, nga gjumi, nga si do ndoshta nga shëndeti, për krimin e një organizate strukture të tillë. Dhe kjo duhet të reflektohet gjithmonë edhe tek njerëzit se si dhe besoj që kjo kur është e natyrshme, është e shëndetshme, besoj që edhe kjo gjithë tek njerëzit. Në momentin që siç e përmendë ti thjesht flet me një gjuhë populiste, një gjuhë të egër, njerëzit edhe në Shqipëri janë lodhur pak nga kjo, nga polarizimi, nga personalizimi, njerëzit flasin si gomer janë një metër larg nga njëri tjetri, fillojnë pallasin, do të thonë, kështu që pas një normë etike, ti thunë me vete, po prit se unë, pavarësisht se kemi dallime ideologjike në thonjza, ose kemi kahe të ndryshme politike, unë jam njeri. Do të me një njeri normal, ti nuk do flisë. Në Shqipëri nuk ka dallime ideologjike fare, vledar. Jo, them edhe nëse, pavarësisht se siç e përmendë, nuk para ka, po okay, po themi jemi të kahu të ndryshëm politik, prap meriton tjetër respekt në gjuhën e tij, për shembull, dhe nuk duhet për shembull vetëm të thonë se kur të vdesin njerëzit të shprehësh pozitivisht për dikën, ndërkohë që e ke pas aty edhe ke debatuar siç ke debatuar. Kështu që kjo është dhe kjo besoj që është një element. Unë nuk i bëj shumë faj sepse unë mendoj që për shumë arsye në Shqipëri ekziston në pjesën ndërmuese dhe jam shumë i bindur për këtë që duke filluar që nga brezi i prindërve tanë edhe shumë edhe nga ne madje, edhe më të vegjël se sa unë. Është mentaliteti i urisë. Ka një uri shumë të thellë dhe nuk arrin ta kuptojnë atë mitin e thuprave të Skënderbeut, e kupton? Mundohen ku ta këpusin, ta thyen njëri tjetrin që të duken vetë më mirë, në vend që të lidhen, të degëzohen me një individ që është i arritur, në mënyrë që edhe ata ta afiliojnë me dikë që është i arritur, edhe kësaj edhe ata të arrihen vetvetisht ose po shumë e bukur kjo që përmendëm me çukat të Skënderbeut, sepse në vetvete ajo është gjithçka e tjetër, ajo është domethënë simbolika kryesore që nuk ngon fatkeqësisht. Në momentin që njerëzit nuk hapen nga një litar, domethënë i përbashkët, po secili tërheq domethënë vet në drejtime të ndryshme, edhe pastaj aty nuk ka rezultate, nuk ka as hap përpara. Kjo është epidemi mbar botërore. E ke parasysh ne si në Gjermani, domethënë që unë shikoj shumë jashtëzakonisht shumë kritike në Amerikë, që ne jemi të përfshirë s'duam na vinë ato lajme që andej, na marrin edhe shumë jetën nga koha jon, domethënë. Edhe duket sikur edhe këta po arrin në një pjesë e Shqipëria, domethënë ku në vend që betejën ta bëj politikani për të ofertë më të mirë, zihen njerëzit me njëri tjetrin. Domethënë, ne bëjmë betejën njerëzit me njëri tjetrin. Po, është vërtet që ka një lloj polarizimi, po prap unë e njoh shumë mirë aspektin politik dhe në Gjermani dhe gjykoj që në vetvete angazhimi vullnetar në Gjermani është në nivele tërësisht të tjera. Këtu për një lloj kauze publike njerëzit ngrihen, edhe nëse mund të jetë ajo po themi e ndryshme ose nuk bie dakord me këtë. Edhe njerëzit ngrihen për një shqetësim lokal, domethënë dhe pastaj nga shqetësim lokal mund të kthehet në shqetësim federal ose po themi i landit ose i gjithë shtetit. Kështu që po këtu ka një lloj sensibilizimi, një lloj ndërgjegjësimi, ndërkohë që në Shqipëri për shembull
nuk po hym atyre klisheve, kupton, nis që nga parkimi deri në problemet e mëdha, domethënë ku njerëzit kanë bërë kompromise me vetveten dhe pastaj kur i kthehet kjo, domethënë shërbimi shëndetësor në kualitetin si thoni institucionit mosinzone, se gjitha me radhë pastaj lindin ato sfida, domethënë që ndoshta e detyrojnë një prind që ta çojë fëmijën me studime jashtë. Unë gjykoj që asnjë nga ne nuk do ndodhe sot këtu ku është për shembull në Gjermani apo në një vend tjetër për studime nëse vendi ynë origjinës do ishte më mirë. Edhe besoj që nga aty fillon, nga aty fillon, është faja atyre. Babi, të dua shumë, po je pjesë e fajit. E ke parasysh se prindrit tan, brezi i solid demokracinë ose gjithë intelektualët që jemi të studentët e dhjetorit e tjerë. Shko ç'a ndodh tani? Ta individ, refuzojnë që të vend të flasin me një këshilltar, me një në bashki që ore vlla, po rregulloj atë rrugën vlla se po them këmbë për ditë. E kupton, jemi bal te dera. E kupton, refuzojnë këto gjëra të vogla që mund t'i bëjnë pak nga pak, edhe nuk ndihen fare. Dhe në fund bëjnë gjëmën e madhe ku japin gjithë shpenzimet e jetës tyre, domethënë që të nisin fëmijën larg syrit, larg zemrës në një botë të egër tjetër me një kulturë të ndryshme, me një gjuhë të ndryshme etj. Ata nga e mira e kanë bërë. Unë nuk jam askushi të gjykoj tani se çfarë kanë bërë. Ata kanë bërë më të mirën e mundshme që mendonin. Po kjo nuk do të thënë që ne nuk duhet i vëmë në dukje. Jo, patjetër. Unë tashmë tashmë që jam vetë prind e di domethënë sakrificin që secili prind mund të ketë bërë duke mbështet ose duke larguar me dashjen tonë fëmijën e tij për një qëllim më të mirë, por që ne duhet të shikojmë, si më thon, okay, arritëm këtu po arritëm, por që nuk mundet, më thënë, gjithmonë të vazhdojë diçka status quo apo dhe drejt keq më keq. Më thënë, ne nuk duhet të jemi fatalistë vetë, do të thënë që temi nuk ndryshon. Bota asnjëherë nuk është statike, bota është dinamike dhe zhvillimet janë dinamike. Ligji i Zotit tokë është që çdo pushtet ka një fillim dhe ka një fund. Edhe gjithë neve jemi vdekatare, kështu që vetvete mundohemi të bëjmë sa më mirë edhe mundësisht domethënë për vendin tonë të origjinës. Edhe kështu që në këto kontekst unë jam kundra çdo qasje fataliste ku njerëzit vinë për shembull edhe kur vinë jo në vetë në lëvizje, po edhe në nivel, si thon, personale kur fillojnë më thonë nuk ndryshon, nuk ka shumë, nuk them do ndryshojë edhe ndryshon. Dhe ka shembull pafund për këtë, kupton? Edhe vetë fakti për shembull si thon rënia e sistemit komunist, pra ata që ndoshta kishin lidhur aty nuk njihnin asnjë sistem tjetër, asnjë realitet tjetër. Po të rikthehemi në histori, dikush që ka jetuar në kohën e faraonëve, Babilonit, domethënë 1000 vjet faraonë. Por ja apo një shembull 2 vitet të kaluara. Në momentin që ra pandemia, domethënë miratua një ku dëgjon rroga e luftës apo rroga e krizës se ishte domethënë. Disa nga fabrika, nga fasoneriet në Berat, domethënë, vendosën mos ta ndiqnin këtë gjë. Domethënë lekët i morën nga shteti, po nuk do i japim. Nga 200 apo 400 sa janë atje, domethënë, vetëm 13 punonjës u çuan për këtë. Herën e parë, ditën e parë, ditën e dytë, me njërin nga ata fola, qëndro plak sa se bëhet, se po se bëri ti tash, më mirë hik nga puna edhe vuaj, se nuk do jetosh dot me veten. Do ti që ditën e 4 u bën 70 ata. Do ti që në krye të javës u bën 100 e ca edhe e morën dhe rrogën, edhe asnjëri nuk u hoq nga puna. Ja që u bë. Patjetër. Çdo gjë bëhet, mjafton të ketë vullneti. Metafora që përmendëm me Thurën Skënderbeut është shumë domethënëse. Edhe unë për shembull kam edhe një lloj, ndoshta është pak kështu teorie çmendur, po them për shembull edhe për pushtetin në Shqipëri, nuk është as pak i konsoliduar, nuk është as pak e vështirë ta shëndosh këtë pushtet, domethënë ne kemi vënë re që një lëvizje kaq modeste jona ka krijuar kokçarje aktorë politikë në Shqipëri, qoftë në nivel ndërkombëtar, qoftë edhe brenda Shqipërisë, qoftë edhe me organizatat e huaja. Për shembull, pse se kanë pritur ose nuk e kanë njohur si fillim artikulimi politik lëvizjes ose artikulimi politik nga diaspora. Nga diaspora ato kanë prit angazhimet, si thon, mbledhjet për festat kombëtare, vallet, mbrëmjet, si thon, kuharet e pijet, pritet e përcjellet nëpër ambasada, po nuk ka njohur kritika, por nuk ka njohur ti drejtosh gishtin të thuash kjo është gabimi, këtu po çalon, këtu nuk keni të drejtë. Apo madje domethënë të ndjekësh një kaos dhe ti përdorsh mënyrat që janë politike për të ndjekur një kaos, siç janë për shembull
draktimi i ligjit, siç janë për shembull çurja ose dërgimi i një kauze në gjykatë kushtetuese, apo sensibilizimi i faktorit politik ndërkombëtar, apo përdorimi për shembull e drejtës për informim. Janë gjitha këto hapa që në Shqipëri përdoren, po them se nuk përdoren, po që në diasporë nuk ka pasur organizata të mirëfillta që të organizohen të mblidhen, se si shteti domethënë ka qenë ajo sfida e unit që unë duhet të jem, si thonë, duhet të bëj të gjitha dhe duke dashur të bëj të gjitha nuk bën asgjë. Dhe nga ana tjetër nuk arrin të faktorizohet. Ndërkohë që fal kësaj lëvizje domethënë kemi treguar që edhe me këmbgulje mundesh të bësh diçka dhe mundesh të bësh dyshime dhe ti imponohesh sistemit politik në Shqipëri dhe gjykoj që me pak me pak këmbgulje dhe fasada e imazhit të pushtetit në Shqipëri mund të bie shumë shpejt. Në gjitha nivelet. Tash të bëjmë lojë të vogël, nuk ka lidhje fare me asnjë gjë çfarë folëm ne, po thjesht ta për shplarje tash, për thjesht për argëtim, dy opsione do zgjedhësh një, mos më ndo fare, të lutem, okay? Vezë apo qumësht? Vezë. Fevziu apo Çani? Asnjëri. Fatosnano apo Dirama? Asnjëri, babai dhe e bardha apo e jeshile? Jeshile. Laptop apo tablet? Laptop. Çokolata apo patetina? Çokolata. Grida Duma apo Josefina Topalli? Grida Duma. Bashkimi Evropian apo Shtetet e Bashkuara? Bashkimi Evropian. Dimri apo vera? Vera. Libra, letër apo audiobooks? Libra, letër, gjithmonë, përjetësisht. Podcast apo televizion? Unë me të thënë drejtën podcastet kam filluar të ndjek, më thënë prej 2 vitesh televizionin, edhe për opinion publik kam 2 javë që kam heq fare nga shtëpia, edhe çoç që të kalonin mbrëmje me bashkëshortën kohë, po tash nga gjetimi dhe fëmijët edhe përgjithësimar, kështu që e kam stopu komplet. Zeruar fare. Edhe e fundit, qefi i momentit apo rehati afatgjat? Rehati afatgjat. Bledari dashur, unë të falenderoj jashtëzakonisht shumë për këtë bisedë gjatë dhe të bukur edhe shumë shtjelluese. Të falenderoj që gjetë kohën të bisedosh me mua për qefin tim edhe të gjithë dëgjuesve të Buçi Podcast. Normalisht jam i bindur që ne do kemi dhe bisedat të tjera bashkë si në mes të lëvizjes, por edhe në Buçi Podcast për çfarë ne të kemi dëshirë edhe të na duhet. Unë të falenderoj jashtëzakonisht shumë për këtë bisedë. Faleminderit Leon, unë shpresoj të shpejti, shpresoj nga tetori, shpresoj të takoj personalisht në Berlin, edhe të përgëzoj për podcastin, po edhe për këtë përmbyllje shumë interesante, domethënë se uli goxha tensionin ose uli goxha si do të përbajmë një bisedës edhe në riktheu tamam në realitet. Kështu që të falenderoj për hapësirën dhe kohën edhe suksesin në çdo episod. Të dashur dëgjues, ju e dini, është njëjta gjë gjithmonë. Ky episod ka dalë përpara në Patreon, ku ju mund të mbështesni Buçi Podcast financiarisht në një abonim, ose nëse nuk keni qef abonimet, janë gjitha platformat e tjera si Buy Me a Coffee, PayPal etj. Jeni të mirëpritur, por gjithmonë më e rëndësishmja mbetet ta shpërndani podcastin me miqtë tuaj, nëse ju mendoni se ka diçka që ja vlen për të dëgjuar e për të diskutuar. Çfarë duhet marrim nga ky podcast? Ja, shumë gjëra që duhet merr nga ky podcast, por unë do të përmbahem tek ajo çfarë kam thënë disa prej episodeve të fundit, që ne jemi të gjithë ndryshëm, është bekimi i madh që ne jemi të gjithë ndryshëm, shqyr Zotit që nuk jemi njësoj, dhe në qoftë se të njëjtën kohë dëshirë dhe vullnet do e harxhonim duke gjetur pikat e përbashkëta në vend që të nxjerrim ato nxite ullirit çfarë na ndajnë, domethënë të zihemi me njëri tjetrin, shumë çka do ishte ndryshe, si për Bleonin, si për Bledarin, si për juve, si për babin, si për mamin etj. Kështu që trajtojeni njëri tjetrin me vlladashuri, me respekt, edhe është çështje kohe që të merrni të njëjtën që mbrapsht. Deri episodin tjetër, ja kalofshi super bukur, mirupafshim. Buçim në bu, CHI, bu, CHI, podcast.